më në fund të shikoj vajzat buzëqeshura që sapo startuam dhe kjo është një mrekulli. Jemi të lumtura se është e premte. Friday qefit. Domethënë kur pash edhe Mikaelën duke buzëqeshur sa filloi emisioni thash okay, sot do jetë super Mikaela ditë. buzëqesh gjithmonë. Për ata që kanë sy për të parë. Au, kjo ishte një kështu. Kjo ishte një mesazh. Ishte thik Nuk e mas di ku shpine. shkoi, po. Ai që e dëgjoi do jetë shumë i lumtur. Si jeni zgjuar sot? Me shi. Me shi. Shumë me sybet. Po nuk e keni këtë ndjesinë që pavarësisht se po bie shi, po vjen pranvera edhe pak ditë. Më kupton, kjo është një super gjë, kështu që Nuk po na jep Ku asnjë është kjo shenjë që po pranvera? vjen. po mirë, ti psikologjikisht ndjehesh shumë më mirë kur mendon që po vjen Marsi, po vjen prilli e kështu me Në radhë. fakt Kur jo. gënjen veten. Kur zgjohesh me shi dhe i ke flokët si huba buba dhe nuk të mbaj. Çnebre përpiqu që Është ti bësh lumturi. këta njerëz të jenë çik pozitive Ndoshta kështu me duhet të ndrosh radhë. taktik. Pra, edhe po e mendoj edhe unë këtu, duke nisur nga ava tjetër, do Duhet filloj të gjesh mendoj gjëra ndonjë më gjë të bukura tjetër. Ndoshta po thënë. të fillosh ti ta ankohesh, do detyrojmë ne të ngushëllojmë ty. Jo, ajo s'ka për të Vjedhimisht do ndodhur. bëhemi më pozitive se. Ajo nuk ka për të ndodhur, nuk Ti ka. ulim pak dozën e lumturisë Francit. Shi bie në Tiranë në maj. Okej, Mirë, po. kalojmë në muzikë pas kësaj lutem. Dua të harroj. Mirëmëngjes të gjithëve nga Do i thoja ti Zgjohu nuk po vjen në deshe. Tiranë, po ky është tashmë në Tiranë. E, Kthehesh pra. në Korç, djali dash. Jo, do ri këtu me ju, jemi live edhe sot deri në orën 9:30 në Radio Travel 104.6 dhe në Premium Channel në Zgjohu po deshe me mua Franci, Neadën dhe Mikaelën. Dhe ndër të tjera kemi rubrikat më të bukura të së premtes, më pak të ftuar, po sigurisht që më shumë për ne për të folur edhe për të njohur me njëri tjetrin. Kemi Travel News ku ne udhtojmë në vende fantastike në të gjithë botën, po ashtu edhe quizet që janë mundësia juaj për t'u angazhuar me programin edhe për të luajtur edhe për të fituar dhurata siç janë kuponat tanë. Okej, do kemi edhe ngjarjet kulturore të fundjavës në fakt Patjetër, sepse të japim disa sugjerime. do japim Do kemi shumë. edhe showbiz se fundjavë. Nuk lim dot pa u marrë me pak thashë theme. Na duhen ato. Do bëjmë thashë theme edhe sot, por do kemi dhe elefteri nga Vasi siç e Po, kishim siç javën e do të kaluar premte. çdo të premte për të na dhënë disa informacione më shumë lidhur me ofertat dhe destinacionet kryesore të këtij viti. E premtja po ashtu i dedikohet edhe futbollit, kështu që për të gjithë ata Jo që vetëm sportit e në duan- përgjithësi. Sportit në përgjithësi, po jemi fokusuar te futbolli Po, se kjo është aty vërtet. ka më Me që shumë është edhe më i vëmendje po edhe ndjekuri, ndeshje, po. Sot nuk më bëhet të flas për futboll se ishte një javë katastrofë sa ju takon skuadrave ndodhi? italiane, ishin Po, në Champions League. Jo, jo. Të le të flas i ftuari. Do flasim e do flasim sikur ndihemi një çik më të lehtësuar kur flasim kur e ndajmë dhimbjen me tjetrin. E ke Po ja, parasysh? ne jep një info të vogël për shembull. Si ka Info. qenë java për pjesën e ndeshjeve? Çka ka ndodhur? Po ta thash domethën, kjo javë ka qenë shumë e keqe për skuadrat italiane, jemi cop në Champions, zihemi me njëri tjetrin atje te kampionati italian, po në Champions nuk po bëjmë hajër me qamet. Ti je tifoz i Milanit? Un jam Interit, jo, Juventusit? un jam tifoz i Juventusit për 120 vjetësh, kështu Si që quhet ndryshe Juventusi? Plaka e vjetër? zonja e vjetër. Zonja, plaka e Zonja e vjetër. vjetër. Mirë, brenda asaj ishte Aty, ti. aty, Ose brenda ekipi i kufive. hileqarëve, po këto janë detajet të tjera. Mikaela, Je, goditje Mikaela, fort. të lutem shumë tani. Shumë akuza të Mu rënda lut. këto. Okej, ky Ja, është shiko nga momenti mu lut. regjia, po Nuk bëj shikoj shenja. fare, nuk shikoj fare. Për fat mirë sot nuk kemi ankesa të Nuk ditës. Mikaela Ankohemi vetë, Po, sot? po, do të premte ju ankohemi le të vetë. shet se ja filluat vetë ju duke u ankuar. Po, ama sigurisht nuk do mungoj Barsaleta e ditës, edhe sot kemi Dhe një qeshim Barsalet i cik. shumë interesante edhe Ka sot. gjithmonë një tragjedi të vogël aty te Barsaleta, po ne qeshim gjithsesi. Po, Se na gëzon. edhe sot e kam një tragjedi në Ada, kështu që i e vëmendshme që të qeshësh mos bësh nga ato reagimet. Brother Po pres ta zbulojmë. Pse ato janë më të bukura. Po, Ti kjo do është thjesht vërtet. të qesh. Franz, e mahnitshme. Dua ndonjë nga Mos ma ato thuaj për herë të dytë të lutem. ndonjë nga ato të Nuk dua qeshurat. ta dëgjoj më. Po. Nga ato të qeshura tuaja intelektuale kur them ndonjë Barsalet. Çfarë ishte kjo, Franci? Do i themi regjistrat ndihmoj te kjo pjesë. Se ne do bëjmë mimika të çuditshme, është e sigurt. Do kemi dhe quiz sot apo jo? Po Nada, patjetër, e përmenda në fillim të programit që është mundësia juaj për të Po ti fituar kur të mundesh na ndisha Franz. Sot Hiç kemi mendoj. quizin ton të përditshëm që është gjeje kuku. Çfarë thon? Kuku a ke gjetë mër? Kishku bra, lidhu. Dhe po ashtu një pjesë nga një film shqiptar, një sekuencë e shkurtër për gjetur titullin e filmit, se cili mund të jetë ai. Okej, ja më sikur i tham të gjitha. I tham? Nuk na mbetet gjë tjetër përveç se Tani edhe të nuk ketë mbetur ndonjë, filloj. po. Po, sot kemi marrë një këngëtar shumë të veçantë për ju dhe këndon live. Kush është më? Meda, Okej, se bëj okej. shaka. Mirë, Kemi muzikë për ta çelur programin.
sipas festës së pavarësisë, si çdo të premte, ne do kemi lidhjen ton live me Radio Dukagjini, Editën Prishtinë Në fund të programit, në fund po. të programit për të marrë vesh ç'ndodh nga Prishtina dhe për t'ju thënë edhe atyre se çfarë ju pret në Tiranë këtë Po fundjavë. duket se kemi harruar ta përmendim që kemi hyrë në muajin e shenjtë të Ramazanit, kështu që E kemi përmendur. E keni përmendur ju kur si isha E, uruar nada. kolege, edhe ty të ftoj të na mirë, ndjekësh. edhe nga ana ime në ditët që mungoj po. Po kur je smur vështirë se bëhet, kështu që agjërim të lehtë edhe sa më të mbar për të gjithë muslimanët musliman. Po, Nga ne mirë. nuk është se është ndonjëri që Unë jam, por Franca, jo praktikant kështu, vërtet. domethënë mundohem shumë që të agjëroj kur kam mundësi, por me këtë lëvizjen e këtyre kohëve e kam një çik të vështirë, pavarësisht se lehtësohet agjërimi kur ti po i e ke dedikohesh. mbajtur më herët, ka agjëruar apo jo? Kam agjëruar, por jo gjithë muajin, ka qenë e vështirë me këto angazhimet me punët edhe kështu me radhë. Përpiqem gjithmonë Ka që qenë të me mbaj sa më ndërprerje. shumë, po. Dhe për sa i përket kësaj në fakt është hera e parë, domethënë pas mbi 100 e kusur vitesh, 163 vite konkretisht, që vjen brenda 24 orësh viti i ri hënor, Ramazani dhe Kreshma. Sa Pra, bukur. është një ngjarje Të shumë e gjitha bukur. ngjarjet janë brenda 24 orësh. Po si e datën harruam 17 ne dhe ka shumë 18 festa, shkurt. po ne kemi dhe festën tonë të ditës. Kemi shumë festa Më shumë sot, arsye kemi për të shumë festa festuar. në fakt. Mirë, ne do të dëgjojmë pak muzikë si fillim emisioni dhe rikthehemi në studio. Është këngëtari që kemi marrë Yes. këndon live. Në mes të natës, tha kjo, po ne jemi në pikë të mëngjesit. Po Mirëmëngjes zgjohemi të që me gjithëve. natë. Kështu që pak a shumë na shkon edhe kjo këngë. Po, në Po si ishte vërtet. ai këngëtari që morëm ne? Ai është më vonë. Është më ata, vonë, po, ai kemi këngëtari më vonë. das. Kjo është një kolegja e ti. Po. Shumë e mirë edhe kjo vajza, por ndoshta është momenti që të jemi me parashikimin e motit për Ah, ditën e po, sotme, të boll njihemi. folëm për të tjerët. Këtë të premte moti parashikohet i paqëndrueshëm me vranësira mesatare deri të dendura. Rreshtet e shiut parashikohet të jenë prezente që në orët e para të ditës dhe do të vazhdojnë përgjatë gjithë ditës me intensitet të ulët e lokalisht mesatar. Në zonën e Alpeve, verilindje dhe juglindje mbi 800 deri në 900 metër do të ketë rreshje të bore me intensitet të ulët. Era sot fryll me drejtim juglindje jug-perëndim me një shpejtësi mesatare 7 metër për sekond. Ndalemi pak edhe tek temperaturat. Un kam temperaturat e gjithë Shqipërisë këtu, por do bëj një përzgjedhje sa i takon zonave malore, zonave të ulta dhe atyre bregdetare. Shkodra zgjohet me temperaturë 6 deri në 12 gradë Celsius, Kuksi 3 deri në 11 gradë Celsius, Tirana 5 deri në 14 gradë Celsius, Durrësi 8 deri në 16 gradë Celsius. Ndërkohë Gjirokastra 3 deri në 14 gradë Celsius dhe Saranda 5 deri në 13 gradë Celsius. Shkurtimisht u njohet me parashikimin e motit për datën 20 shkurt. E do Athinën? Po, më thuaj dhe Athinën se do ta lidh pak më vonë me trafikun. Sa i takon vendeve të rajonit, Athina paraqitet me temperaturat më të larta, moti është shumë i ngrohtë dhe nuk ka rreshje shiu, pra nuk janë prezente rreshjet e shiut sepse temperaturat fillon minimumi nga 18 gradë Celsius deri në 25 gradë Celsius. 25 gradë Celsius. Mund të rish me kanatiere në Ja, Athinë pra ku ka sot. vajtur pranvera, prandaj zgjente ne. Po pse budallaja mund që bëj tifo për Athinën, kam 2 javë rresht e Do mora të të Athinë. përgjigjem sinqerisht? Po. Jo. Jo. Nada po. Pranvera me një lule nuk vjen. Nuk vjen, po mund vi me 2 lule Me dy si lule. puna juaj këtu në studio, mua më ka ardhur. Tani po, e rregulluar. Mua më ka ardhur pranvera ka 2 javë sepse kam 2 lule në studion time, një në krahun tim të majt, një në krahun tim të djathtë. Zgjidheni vetë çfarë lule doni Kam të jeni vajza. përshtypjen që ty të ka ardhur vera fare, sepse jem me ekra të shkurtra. Po këtu në studio në fakt është Nuk e ndjen të ngrohtë. ftohtë, Jo, ne? nuk është shumë ftohtë për të gjithë ata që na dëgjojnë në fakt. Ju themi se ata që na shikojnë në ekranin e Premium Channel e shikojnë që ne jemi shumë të freskët, shumë të lirshëm këtu, jemi veshur me rroba rinore edhe kështu me radhë. Me rroba rinore. Ato tetot, jemi të lirë, të freskët. Jemi të freskët të dhe me rroba këndshëm. rinore, do. Me rroba Si të rinore. më tregosh jem mbi 30 vjeç. E di çfarë mungon, më Po. fal Nada. Mungon ajo mbrapa mirëmëngjes ju uroj një ditë të mbarë dhe një kafe dhe një trëndafil. O, Ta edhe nxjerrin në plumbi, led, e edhe kupton? një plumb me Edhe një xixa. plumb, po. Çfarë do thoja, më fal se të Jo, ndërtoj. do thoya që për ne ka ardhur pranvera me sa duket, po a ka ardhur pranvera për bujarin ton, Që që ikën gjithë dita rrugëve. Nuk e Kështu di. që ta marrim njërin telefon ta Po, do e pyesim si marrim. është trafiku. Nëse dim ç'a bujari do ecë sot në fakt, asun se di ndonjë. Njëri mirë do jetë mbi të gjithë.
Alo, Mirëmëngjes. Kalimera, si jeni vajza, si keni qenë sot, si jeni gdhir, Mirë, faleminderit. si ka shkuar djava, po vjen fundjava në fakt dhe shumë e bukur, mua më pëlqen shumë, sepse kur vjen fundjava jemi shumë të lirshëm, mund të bëjmë gjëra më shumë, Mund të shkojmë për zhvishesh. showbiz, Të jesh lirshëm. po patjetër, mund Ke të bëjmë bërë plane për fundjavë? Në fakt unë do jem në puna, por po do jem në puna, por kam bërë plane për të dielën. Më pëlqen shumë e diela në Çfarë do bësh të mbrëmje. diel? Do shkoj në Durrës. Do shkoj në Durrës, do ha një darkë me familjen dhe do kthehemi prapë në shtëpi. Edhe kështu do ta nisim javën tjetër me shumë pozitivitet. Po ju o morfe, si jeni gdhir sot? Mirë, mja hara. Ashtu, Po. daksire. O bujar, po ti ke jetuar në Greqi? Po, kam jetuar për pse nuk duket? Jo, prandaj të pyes. Po kam jetuar për vite të tëra në Greqi, edhe shumë kam Për sa vite? Vite të 2 tëra. muaj. Jo, kam shkuar shumë herët që kur u hap këto, që u hap, si thoni, kufiri. U hap kufiri. Po, që kur hap kufiri, pas 90-s, unë kam jetuar vite atje, pas të Kakavia besoj, ë? Nga Kakavia dhe nga Kakavia. Kapstica, kam ikur shumë nga Kapstica. Me thënë drejtën, po mos na i hapni pse u këto klak ktheva? të vjetra. Po ku S'kishte më punë aty? guri rënë në vend të vet, i thon një llafi shumë të zgjuar populloris është ky llafi. Po, sa kohë ke ikur nga Greqia? Një sekond se kam një kolegu. Ego me aprojshi që posa kanë na flasë që kam qip psikimu janë. Më falni, ë. Kush ishte Jani? Ishte një kolegu im që kemi punuar bashkë edhe në Greqia dhe jemi kthyer këtu. Më fal. Sa vite ke që je kthyer? U bën 5 vjet. 5 vjet. Dhe 5 nuk e ke hequr dot të theksin grek? Është e vështirë. Ne kemi punuar ande me grekët, domethënë vite me radhë dhe kur jemi kthyer këtu është e vështirë. Ne na sajnë se pse nuk e heqim këtë si punë E theksi. mira do ishte ta hishe në fakt. Për sa Po kohë tash jeton ajo këtu. nuk hiqet kështu si me buton. Megjithatë do Okej. përpiqemi. Po andaj çfarë pune ke bër? Andaj kemi provuar të gjitha emigrantët, nuk ka qenë asnjëherë lehtë që ne të punojmë një punë shtabël. Po një nga punët më të bukura që ke bër për shembull. Taksist ke Më të qenë andaj? bukura. Jo, apo? taksist nuk kam qenë, po një nga punët më të bukura kam punuar kështu me guris, me gur dekorativ. Po, dhe ka qenë një përvojë shumë e bukur sepse ndjeshim edhe shumë mirë, domethënë kur krijonim gjëra nga ana arkitekturore. Ç'a krijoje? Ç'a Pas donin keni qenë një grekët farë më shumë? artisti. Përgjithsisht këta donin, si të thuash, vila të mëdha, donin se më falni se më ra ky mikrofoni më duket sikur nëse shon të ndihesh vesh. Ka dhe mikrofon taksi. Po, nëse shon të ndihesh vesh. Po mirë, i mbake mend këto këngët shqiptare. Po, ne jemi rritur me këngë shqiptare, jemi rritur me Më të kese gjitha. ke edhe këto. këngë greke shumë bukura, që Ka është një me patjetër. papagall. Po, ajo është shumë e bukur, po un jam edhe tek këto këngët e tjera. Stina Athina mu, për shembull që mua më pëlqen shumë, po është edhe ta kilometra in e liga via posta stin mikri, danezino protonima. Okej, më pëlqen shumë Vasili E ke Skaras. menduar ndonjëherë të ndryshosh profesion? Ke shumë talent E për ke menduar për ta të lësh bërë një fare këngëtar. Thjesht ta lësh. Faleminderit në fakt për këto fjalë shumë omorfe të bukura që ju po më thoni, por jo, un jam një taksizi i nderuar në lagjen time, në këtë Tiranën tonë të dashur edhe do ta vazhdoj për vite të tëra këtë profesion që kam. Nuk Po. ke shef të bësh Bujar, këngëtar. po në Greqi çfarë emri ke patur? Se nuk Jani besoj se Jani thash, Jani. po, Jani më thoshin, po. Jani. se bëra një kërkim të shkurtër si thuhet greqisht bujar. Edhe si ta nxori. Manzori Gjenadoros. Janaderos. Janaderos. Daksi re παιδί μου, daksi. Po në Τι να Shqipëri κάνουμε? ç'a rrugësh bën? Je vetëm në Tiranë taksist Po, apo? kam punuar një farë periudhë, kam punuar kështu që kam bërë Tiranë Gjirokastër me fugon, po pastaj u stabilizova këtu në Tiranë edhe vetëm bëj taksizi unë këtu në Tiranë. Është punë që të shpërblen, të pëlqen? Është një punë shumë e mirë, është një punë që të jep të atë durat mjaftueshme për të mbajtur familjen. Edhe është punë e bukur sepse ke të bësh me shumë njerëz për ditë edhe ke parasysh që çfarë të bësh Po me ta nuk të jetë. gjykojnë besoj për faktin që ke këtë theksin. Jo, absolutisht jo, pse duhet të më gjykojnë? Do. Po ja, se nuk janë. Nuk jemi as gjykues si popull, jo. Ja, ty them shpejt se si është trafiku këtu. Trafiku po. Të Rafiku, Ta fusim pak trafikun këtu në Ku do ta fusim trafikun? në lajmin ton të ditësh. Trafiku Tani do e bësh shqip apo greqisht? Jo, në Shqip, Ti ndihesh shqiptar apo grek se?
Shiko si është puna. Unë jam shumë shqiptar, jam shqiptar i lindur, jam shqiptar në zemër, jam shqiptar në shtëpi dhe do vdes shqiptar, ama nuk duhet të harroj se sa shumë na kanë mbështetur populli grek kur ne kemi qenë ande dhe kemi pasur nevojë dhe ja udhim shumë për faleminderit. Po mirë në zemër, po në dokumenta si e? Jo, në dokumenta unë i kam të dyja nacionalitetet. Merr pension edhe nga greku. Po tash kush diti e bëri këtë gjë, është e vërtetë. Njerëz kujdes sot sepse po bie shumë shi, merreni shiga. Ecni nga let, ecni nga dal sepse do jetë shumë i rënduar, trafiku është edhe fundjavë dhe njerëzit do dalin, do ikin, do shkojnë në për vende të ndryshme për të pushuar. Ti ç'do bësh në fundjavë? Të thash, unë do shkoj në Durrës. Në Durrës? Durrës. Mendova mos kishe në rrugë për Athinë. Jo, në Athinë më ka marrë malli për Athinë mu. Na do amek nos mena, shtin Athina mu. O bujar mos më thuaj që e ke taksi ngjyrë blu. Ku e gjete? Po. Elbete, ke jetuar në Greqi. Po, unë kam 2 taksi, një e kam të kuqe, një e kam blu. Jo, një për Shqipërinë, një për Grekun. Mos i mbetet atri askujt, do me thënë se fillojnë edhe paragjykojnë njerëzit këtu. Vajza jeni shumë të mira, përshëndeteni edhe atë kolegun që keni aty në studio. Efkaristo, para poli, hajde, ditë mbar, miru pafshim. Kalispera, kalinihta. Hajde, kalosta pedja, paçim. Sa mirë flet greqisht më, sigurisht nga Korça. U çudita unë. U çudita unë që ky bujari sotëm ishte një person që kishte jetuar në Greqi edhe na solli një atmosferë një çik helenike këtu. Ka shumë shqiptarë që kanë jetuar edhe kanë punuar në Greqi edhe rikthehen. Sepse e kanë kryer atë misionin e tyre dhe nuk ka si vendi jot fundja. Kjo është e vërtet, Imat është një nga ata njerëz që ka ikur që pas 90-s në Greqi, një pjesë të mirë të jetës vete shpenzoi e kaloi andej dhe ka një farë nostalgjie patjetër legjitime ndaj atij vendi. Mirëmëngjes gjithëve juve që jeni zgjuar tani dhe që jeni të njiheni me trafikun real se po filluam ne me historitë tona, nuk del jo ky program. Bujari e bëri punën e tij për të mbaruar. Siga, tha, si trafiku sot në Tiranë, na e thot Mikaela. Tani të drejtë ka pas Bujari sepse trafiku është me fluks të lartë. Unaza e madhe është me ngarkesë të shtuar, sidomos në segmentet pranë nyjeve kryesore. Rruga e Durrësit paraqitet me lëvizje të ngadalt, rruga e Elbasanit është gjithashtu me trafik të rënduar, bulevardi Dëshmorët e Kombit ka qarkullim të dendur pranë institucioneve dhe zonës së qendrës, dhe rruga e 5 Majit mund të ketë vonesa për shkak të punimeve në disa segmente. Të vetmet zona që paraqiten me qarkullim mesatar janë komuna e Parisit, Myslimshyri dhe zona e Alidemit. Mirë, po patjetër duhet kenë kujdes njerëzit sot të zgjedhin nyjet kryesore ku të kalojnë, sidomos ata që do dalin jashtë Tiranës, zgjidhni ato vende. Sa më avash në makinë, sa më ngadalë, sepse ka patur edhe do të ketë në vazhdim edhe rrebeshë shiu, të paktën rrugës kur unë po vija në mëngjes ishte e tmerrshme që të ecje edhe në autostradë, kështu që me kujdes, nën kontroll edhe shpejtësinë se nuk i dihet një herë bëhet e keqe, që ta ruajmë veten. Kujdes njerëz, mund na dëgjonin edhe të ecni shumë ngadalë sepse do jeni në shoqërinë tonë deri në orën 9:30 në Premium Channel dhe Radio Travel 104.6 në zgjohu po deshe. Për çfarë është koha tani? E mos zgjohu tani. Për një këngë. Mos zgjohu tash. Muzikë. Muziki, tello muziki. Mirëmëngjes edhe një herë. 7:26 minuta, mirëmëngjesi të gjithëve. Si nuk na shpëton minuti. Asnjëherë. Sa më pëlqen të bjer minuti. Sa më pëlqen që rikthehemi dhe ju shikoj vesh me buzëqeshjen tuaj shumë të bukur. Në fakt do doja që dhe dëgjuesit e radios ta shikonin, por më pëlqen se dua unë të jem me të gjitha. Më pëlqen. Më pëlqen tatuazhe dhe tromat e verës të kaloj unë në plazh, po thoje. Kolegi nderuar. Kolege e nderuar. Kolegi nderuar, po. Po thoja që më pëlqen shumë buzëqeshja juaj dhe do doja që dhe dëgjuesit e radios ta shikonin, por nuk munden. Vetëm ata që na shohin në Premium Channel e shikojnë se sa bukur buzëqesh unë. Buzëqesh ti patjetër. Okej, ku jemi tani? Jemi te Quizi gjeje ku, Quizi parë për ditën e sotme. E nisim me këtë? Do ta nisim me gjeje ku. Okej. Kemi sigurni për këtë apo? E kemi sigletën. Kam përshtypjen që kjo është e thjeshtë, edhe ju mund ta dini përgjigjen, por mos flisni. Pyetja për sot është kjo: cili qytet ka më shumë ura se Venecia, por askush nuk e di? Ka më shumë ura? Ura se Venecia. Parisi, Amsterdami, Hamburgu apo Praga?
Më shumë ura se sa Venecia. Po okay, duhej marr për pikë referimi Venecia për shkak se duhet të jetë një qytet që ka shumë ura se lumi. Po, për këtë njihet Po, e merr Venecia. edhe për mos të sugjeruar direkt Venecian. Pra, Por Venecian ky hisheni qytet- si opsion. Ky qytet ka mbi 2500 ura, thjesht Venecia ka një PR më të mirë, një marketing më të mirë. Sepse Edhe është prandaj, Venecia. po njihet sikur ka më shumë ura. Në fakt, është një qytet tjetër i cili ka më shumë ura se Venecia, cili mund të jetë Parisi, Amsterdami, Hamburgu apo Praga. 068 40 63 423 dhe fitoni një kupon në vlerën e 50 eurove nga Sweet Spot. Ndërkohë, ky është quiz i parë, por kemi edhe një quiz tjetër. E Siç e kemi. tham në fillim të emisionit, që është i shkëputur nga një film shqiptar. Mund ta dëgjojmë? Okej. Hajde. E kemi. Suspans. Nëse je jo një, po 10 po të duhesh. Po pse smartohesh atëherë? Po se kam punë. Është Kam e sigurt, punë. është e sigurt që mami im do ta gjej këtë quizi. Të gjitha Është mamat edhe një do gjejnë batut këtë tjetër që quizin. thotë raste kam patur plot. Raste kam patur plot. me punë. Po. E dëgjojmë edhe një herë? Nëse je jo një, po 10 po të duhesh. Hajde. Pse smartohesh atëherë? Po se kam punë. Kam një çik punë. Pa i zotin, nga na i gjeni këto quize. Shumë e Neve moshës tonë. ne beqarve. Është edhe Nese, 10 nese. gjëna i po të doj. Shiko, është e vërtetë, ë? Jam Se edhe ty të pyesësh tani, pse nuk e më mirë single apo në një marrëdhënie, do thuash që kam punë. S'më del koha. Po si, pa pyetje një herë ta mama. Jo ma, atë se them, mungesën e kohës dhe të kuptimit të kohës e diskutuam dje kur kishim temën, por pse s'martohesh? është justifikim. Nuk ta them. Dua. Nuk dua të ta Ama na them. e dëgjojmë edhe një herë. Mos e trego. Okej. Për kënaqësinë Hajde tonë. edhe një herë. Për inat të Francit. Nëse je jo një, po 10 po të duhesh. Po pse smartohesh atëherë? Po se kam punë. Okej. Kemi pasi çik punë. 068 40 63 423. Do thoja mos harroni të na shkruani dhe në Instagram. adresën tonë të Instagramit në Premium Channel dhe sigurisht tek Instagrami im se u pa Se puna do edhe tani. Franci të u gjej pa një nuse puna. tani si me e Aty dhe thon shqip. mund të rretheheni për sekretin. Ne nuse nuk kemi, po kjo s'do të thotë që s'kemi arsye për të festuar sepse tani A, është ke të momenti drejtë gjithmonë. i festës së ditës. Kemi disa festa shumë interesante sot vajza, po e filloj me një që do ta festoj edhe unë dhe të gjithë ata që i duan kafshët, sepse sot është dita e përkushtimit dhe e dashurisë ndaj kafshëve. sa e bukur. Nuk Shumë ka e fest pa veçantë. muzikë, veçanërisht kjo fest e do një muzikë. Kjo do të dopjo muzikë. Festa e ditës, festa para syje. Festa e ditës, Kafshët janë shumë të mira, janë shumë të bukura, kanë energjinë e tyre dhe lum ata që kanë kafshë dhe kanë vite që i kanë pjesë të jetës së Nuk kam tyre. një kafsh, po do doja shumë të kisha. As unë nuk kam një kafsh, por dua shumë Milkin. Do Milk. thoni ju kush është Milki? Kush është Milki? Milki është një dashuri e vogël, është qenushi i Arnitës. Milki, në përshëndesim gëzuar Milki. Kështu që Arnita feston më shumë se ne sot. Edhe unë përshëndes. Dale prit, po e djegin ande nga regjia? Ja, urdhë, shikoj ke si ke. çokoladë. Ata Nami Arnita. ande, nami. Mirë. Edhe unë përshëndes Nikun edhe Ninën që janë qeni dhe macja ime. I përshëndesi dua shumë të dy. Po i kam patjetër. Po e ke përmendur qenin. Po E, macem pra. pse s'na ke thënë? Kam Ja u bërë kam sekret. thënë, ja u kam Shef që thënë, mban po ju gjithmonë kështu Se asa e në ka mend syri kë. mace, ne kanë çik delikate. Ja u kam thënë. Mirë, më kur i thua është një gjë dhe kur i tregon që ka rrezik që ti kap syri është një gjë tjetër. Unë s'ja u kam treguar Se e kështu. ke thënë fare, se ke përmendur. Jo, ja u kam thënë, po si mbani Jo, mend jo. ju. Gëzuar Gëzuar të gjithëve atyre që kanë kafshë në E, shtëpi. gëzuar edhe ju që keni thjesht një peshq në akvarium, Po, ë? Është po. festa edhe për ta Ua, ose një zog Tani u në kujtova. kafaz. Edhe unë e kam një peshk. Po, po. Pashë do të kam edhe unë një mizë. Shprazë. Shefti. Ke një Është shumë- peshk? Po. Të kuq. Jo, është roz. Ui, peshk roz Ke një domethënë. foto? Absolutisht jo. Mi, na i trego pastaj, Mikaela, gjej një foto. I kam vënë dhe një emër, quhet Husky. Fal, e ke futur në dollap, e ke mbyllur? Domethënë Me peshk thënë të drejtën kur e mendoj tani nuk di tamam se ku ndodhet, se kujdeset mami, e ka bler mami, merret mami, nuk ja kam a bërin fare. Pas ka dhe kujtimi pas një ka një mace të mace, bukur. gëzuar Po, kujtimi Jena i ka gëzuar. treguar macen. Gëzuar. Është shumë e Mia, bukur. Mia, e quhet, okay, ta gëzuar gëzoj. Mia, sta e bukur shumë.
Tani shumë xheloze. ne do kalojmë tek peshkun tim. vazhdojmë vajzat flasin, Se ky është ai kam mirë momenti që historinë me flasin me peshqit, njëra jo. tjetrën, flasin me njëra tjetrën. bëjmë Mikaela po muhabet. më thoshte që të më japë peshkun e saj. Po mendoj që do ishte sakrificë shumë e madhe dhe ti do Fare. e vuaje asnjë gjë. Fare. Po i vaj. Bashkë me akvarium. Mua ma je për gjë. Kam Se dhe ushqimin ç'po gati. ndodh, Po Nuk ndodh e një di, gjë mua më këtu. kanë ndodhur më herët që kam patur një akvarium të vogël edhe merrja her pas here pesh nga këta goldfish juan. Po. Po. Dhe nuk e di pse gjithmonë hidheshin, dilni nga akvariumi dhe i gjeja në tokë kur vjesh. Herë, 2 herë, 3 herë. Nada, po ti Suje toka këtu. ti akuarium quan ato të madhen apo i vendosin në gota kështu edhe dilin ata. Nuk është ai akuarium, është ajo gjëja e madhe. Akvariumet sferike. Ah, okay. Po, ato të lezetshmet. Ah, Kisha te dhoma ato ime. tipiket. Po, dhe se arblia Po nga vinin apo dilnin kështu nga komshiu, iknin kështu. është e peshku do duroj, do hidhe. Do duroj. Ne, I pas ke pas shumë sportiv këto peshq. Kemi dhe Ka disa patur dhe bresh. festa të tjera? Edhe Jo, ajo. s'vet fjalë. Sot Ka ngelur vetëm një ari për të marrë. është edhe dita ime, mund të ma uroni sepse është dita e leadershipit, është caktuar Dita e Hajde është çojmë. caktuar për të- dita e bjondëve. për të njohur fuqinë e leadershipit dhe ndikimin e liderëve që kanë në jetën tonë, në jetën e njerëzve dhe ata që kërkojnë të zhvillojnë dhe të përparojnë vendet e tyre. Faleminderit, pak muzikë për mua si një lider i vërtet. mos e që festo jam. këto. Liderët e vërtet si Martin Luther King, ku diun, Edhe Nelson Franz Mandela, Kennedy. po jo këta liderë. Unë mendoj se tanë. çdo kohë ka liderat e vet, por kjo është një çështje që ha diskutim, do Kur ta do vi diskutojmë vallkoha një jote? ditë tjetër. Koha ime është, por jo shumë njerëz Ai kanë nga sy këto për ti ta që parë. punon se kështu, za. po, Moskop jamar, Moskop jam. Po ja brona. Eca tyre. Se dëgjova mirë këtë. Luaj edhe një herë të lutem. Shumë e bukur ishte edhe kjo. Kemi rënë kanal. Po, kemi rënë kanal, po. Faleminderit për E, ha. suportin. Ej, Do ngrihemi një ditë, do dalim. sot shpejt e shpejt përmendim edhe disa festa të tjera, sigurisht Muffin Day. Se mendoni se Muffin Day. mendoni Se se desh nuk na le pa isha. ngrënë Po, dhe ma sot. Eva 3 si gjithmonë, okay? Sa bukur e bën. I kemi këtu. Okej, do ta festojmë me Muffin në një univers ata. Ose siç e bën besa ime, jam 3 vjeç. Po. Jam Po, 3 halla, vjeç, fix. okay. Mirë me Dhe numrimin. nuk ka Mirë fest, nesh matematik ke qenë halla. nuk ka fest pa muzikë, pak muzikë për Muffin Day. Festa e ditës, festa para si e. Festa e ditës, ma la 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 la. Një fest tjetër shumë e rëndësishme dhe domethënëse është ajo që quhet dita ndërkombëtare e kujdestarëve shëndetësor, infermierëve, ata që kujdesen për sa të smurët. mirë. Kështu që sot ju themi faleminderit edhe atyre për të gjithë misionin dhe përkushtimin që ata stafeve mjekësore. kanë në për qendra shëndetësore dhe në spitale. Përfshir këtu infermier, mjek, Po. Pra laborant. është dita e kujdestarëve shëndetësor, kështu njihet. kujdestarëve. Kujdestarëve. Janë ata që jo domosdoshmërisht edhe janë mjek, janë edhe vullnetar që zgjedhin të shkojnë edhe të kujdesen për Sidomos në njerëzit me azilet nevojë. e pleqshve që kujdesen për ta. Pikërisht. Gëzuar, fest shumë e bukur. Gëzuar, kjo, është festa Gëzuar, vërtet, gëzuar të veçantë. gjithëve, edhe ta dëgjojmë edhe një herë muzikën? Hajde edhe Nuk një ka herë. fest pa muzikë. Festa e ditës, festa para si e. Festa e ditës, ma la 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 la. A mund ta përshtasim këtë? Si ta bëjmë? Jo, kjo është fest shumë e bukur edhe nuk dua që ta prishim, po mund të shtojmë diçka për shembull në vendin tonë, meqense nuk është sot si ditë dhe nuk festohet ndonjëherë, kam përshtypjen për kujdestarët. Nuk e di A mund të festojmë ditën e hutaqëve? Hutaqëve. Hutaqëve. Njerëzit që hutohen. Hutoa. Si puna ime. Po, në fakt. Gëzuar ne. Edhe vrasin gishtin e Ui, vogël. po time. Çka ka ndodhur? E kapa me derën e makinës. Hajde, Kështu hajde. që gëzuar ditën Sot e apo dje? hutaqëve dje. Ishte dje. E festojmë sot? Ah, okay. Po jo, kemi një fest tjetër që mund të parafrohet me Po këtë ne që na është duhet një kujdestar për natën një herë. National Comfy Day e kam unë këtu, dita e rehatis, National Comfy Day, domethënë Terezia Doravel e Terezis, dita e Comfortable. sa comfy, Komfortable. Kështu që yeah. Kështu si, oh yeah. Gëzuar të gjithë dhe ju që keni zgjedhur të rini në shtëpi sot. Gëzuar të ju na që e keni dëgjoni. orën 12 gjithmonë, ju rri sahatit 12. Me muzikë ju përcjellim edhe juve, patjetër. Festa e ditës, festa para si e. Festa e ditës, ma la 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 la. Këto festa kisha unë për sot o njerëz të bukur dhe të mirë, ha? Festoj shumë. Mos festo kaq shumë e nada, mos festo kaq shumë. Këto festa kisha unë. Pak ishe sot. Pak, si Po, pak, më shumë në thash pak, gjithë këto. Shumë pak. Dëgjoj Franc, ç'është Urdo. kjo mos festo kaq shumë?
Se ne si popull jemi shumë të çuditshëm, kur qeshim shumë për shembull, them mos qesh, Në boll qeshe. se do dali keq, do përfundosh në të qarë. Jo, këto janë supersticione, pastaj unë nuk jam me këto. Nuk i beson ti këto? Jo, unë domethënë ka vite që nuk ju besoj, më sepse dikur edhe ne ishim rritur me këto supersticionet, me bestytni që thoshin Po mos te bëj. syri besoni? Po. Besoni, ëh? A mund ta marrë njeriu vete në sysh? Jo, vete nuk e Jo, merr nuk mësues e merr njeriu, dot? por ka të tjerë, është ajo gruaja e lagjes, janë ata të fisit ndonjë nga këta. Thon për ata që kanë sy të bojqelli, Do Ose doja. sytë e bardhë. E di ku do të dalësh, po do Jeni doja. të dy. Jo. Ku ta gjeja që të kisha Ne, soli Ada. Po unë vetëm jam magnet syri. Jo, Nada, Vërtet, ne po. nuk jemi. Çfarë ka eras. ndodhur për shembull në Ka një shumë gjëra, nuk na del ky program. Më të Po, shputur në ë, bryzylyk në një gjë nga syri. Jo. Kur ta ka Bryzylyk, komplimentuar jo. dikush. Po, është, kjo do jetë shumë e çuditshme tani. Njëherë. E ke parasysh kur të prien gjunjë do të jemi re bukur? Ndjeni Dhe thjesht lodhje, ndjen një bllokim. kputje. Ndjen bllokim. Okej. Tani, Frikë. gjëja më minimale është ky bllokimi. Në Gjëja rregull. maksimale është bie, kështu shakull në tokë. Edhe kjo Ndoshta është s'ke të ngrënë syri. buk Mikaela, dhe ka rënë Jo, fikët. nuk më ka rënë fikët, fare. Nuk ka pas të bëj fare as me bukën as me asgjë. Po ti e gjete këtë personin që të ka marrë mësues? Jo. Nuk e identifikoj. Është Me- ora me person- 7:39 dhe ne po flasim Vazhdo për ti, sa syrin gjë. mo njerëz. Aha, vërtet. Sa të vazhdojmë diskutojmë pastaj se Mikaela ka me vënë tragjike. Adën, ne dëgjojmë një këngë të bukur dhe kthehemi, Po, çfarë flasim. thua? Po pastaj një këngë. Jo, po s'është ashtu ajo. Mirëmëngjes. Jemi live në 104.6 O, jemi Radio live, o. Travel Ja, dhe jemi, po si? Premium Channel në zgjohu, po. Deshe. E mos zgjohu tash, po zgjohu se vajti vonë tani Ne hajde. zgjuar edhe po na zgjohu. ndjekin, kështu që faleminderit që jeni me ne, ju që po udhoni drejt punës, edhe jeni në radio 104.6, Radio Travel në shoqërinë e tre njerëzve shumë gazmor që e duan të premten dhe mezi po presin të mbarojë emisioni. Energji po mos fol pozitive. kështu, po Unë nuk dua jemi nga shumë ata. të premten, është ditë shumë e bukur e premtja, edhe për të bërë emision, Duket si ditë që, patjetër. ku diun, ka fest, ka shumë gjallëri, është shumë e bukur, gëzuar të gjithëve ju që keni kafshë shtëpiake ose thjesht i doni kafshët edhe i mbroni, edhe kujdeseni për ta, edhe gëzuar edhe ju që keni bërë plane për fundjavën, ndryshe nga ne, edhe do luftoni. E, gëzuar edhe ju që keni ditëlindjen sot njerëz, mos e kaloni kështu këtë birthday ditë to vajza, you. sepse duhet t'ju themi njerëzve gëzuar ditëlindjen. Gëzuar, po, Edhe ti marrin me 100. radhë, po. Jo, me radhë, jo, po. Po thoya gëzuar juve që keni bërë plane, se ne nuk e kemi mundësinë të udhtojmë në fundjavë, po flas për veten time të paktën, nuk e di për ju të dy, nga të shkoni çdo bëni, po ne udhtojmë përmes informacioneve. Shkojmë në destinacione shumë të bukura dhe këtë herë kemi përzgjedhur 3. Shumë të veçanta, jemi pak larg këtë herë. Jemi shpërndar. Jemi shpërndarë. Është momenti për Travel News. Mirë, ta filloj unë se jam Nisa. çik larg, jam goxha larg Ke kësaj rrugë të gjatë radhe. për të bërë. Shumë rrugë kam sepse do shkoj në Singapur. Singapuri në fakt ka vendosur të ofrojë një qasje të re në turizëm, duke u fokusuar tek përvojat edukative dhe interaktive tek vizitorët e rinj dhe familjet. Në fakt ata njerëzit atje kanë hapur 42 muzeume dhe qendra kulturore dhe po zhvillojnë ekspozita që kombinojnë argëtimin me mësimin, duke lejuar fëmijët të eksplorojnë shkencën, artin dhe historinë në mënyrë praktike dhe të gjallë. Pra, praktikisht ju ka rënë në mendje autoriteteve atje në Singapur që jo vetëm të zhvillojnë këtë aspektin argëtues, që në fakt është kryesori kur bie fjala tek turizmi, por ta bëjnë edhe më interesante përvojën e të gjithë turistëve, duke hapur muzeume që të kenë Edhe edhe ta ç'të mësojnë mësojnë. diçka, Ne ka shkuar edhe te Patjetër, muzeumet, po. të kenë çfarë të mësojnë, të shpërndajnë të gjithë gamën e tyre kulturore si vend. Është i mirë për njerëzit që udhtojnë bashkë me fëmijët e tyre, sepse fëmijët jo vetëm që argëtohen, por kanë mundësi edhe të mësojnë, të edukohen, të kenë përvojat e tyre nëpër muzeume. Ata thonë që ky lloj turizmi interaktiv ka potencial të madh për të zhvilluar një turizëm më të qëndrueshëm dhe për të inkurajuar familjet të udhtojnë së bashku duke krijuar kujtime të paharrueshme. Pra kur shkojnë njerëzit atje kur kthehen, ai fëmia i vogël thotë babi un kam mësuar këtë gjë për Singaporin.
Dhe është gjë shumë e mirë. Njerëz kur të vizitoni Singaporin, mos harroni të shkoni te këto muze interesant që të provoni një përvojë super të Është një bukur. nga vendet më strikte, me më shumë disiplinë dhe më të pastra në botë. Sigurisht kultura aziatike si mund të ndodhte ndryshe, është nga këto vendet që as treni nuk vënohet dot një minutë më shumë se dalin dhe kërkojnë falje publike pastaj. Po, siç duhet në fakt të jetë Nuk një të shtet. lejohet të pështysh në rrugë ose të përtypësh çamçakëz në ambiente të ndryshme, se të survejojnë kamerat edhe gjobitesh. Kjo është një çik, kjo ha frikshme, debat pak e pastaj, po, zebruar, kjo ha kjo, po. debat, po. Domethënë mos Domethënë kanë bërë një herë këto rregulla të çuditshme, pastaj u kujtuan edhe për muze. kombinojnë ata teknologjinë, inovacionin edhe kulturën në një paketë të vetme. Zgjidhni Singaporin për të provuar të gjitha këto gjëra. Një destinacion tjetër ku patjetër ne do donim të shkonim, edhe është shumë in për momentin, është shumë trend, po vizitohet edhe nga shqiptarët, është Maroku. Një nismë shumë interesante po zhvillohet në Marok, ku autoritetet dhe operatorët turistik kanë krijuar rrugë të specializuara gastronomike për vizitorët e huaj. Turistët mund të eksplorojnë tregjet lokale, të provojnë ushqime tradicionale dhe madje të mësojnë receta origjinale nga kuzhinierët vendas. Shumë e bukur kjo, apo jo? Si mendoni? Super e bukur, sepse ke mundësi të shkosh edhe praktikisht nuk është se janë vetëm restorante ku ti zgjedh ti ve gishtin njërit edhe thua do ha këtu. Ajo rrugica është e gjitha e kthyer në një ngjarje gastronomike. Për të shfaqur ata njerëzit e Marokut atje, çfarë gatimesh tradicionale kanë, kuzhinierët të mësojnë ndonjë recetë të bukur që ti mund ta provosh edhe kur të kthehesh në shtëpi. Pra është përvojë në gjithë udhëtimin që ti bën. Një nga gjërat që bëj unë para se të vizitoj një vend, shkarkoj një aplikacion që është Visit a City. Edhe aty ti ke edhe paketa të dedikuara për aktivitetet që mund të bësh në atë vend. Në Itali për shembull kjo është shumë e përhapur, nuk e dija për Marokun, është e re për mua si informacion. Në Itali ti mund të mësosh të gatuash pasta ose të bësh pica nga zonja në moshë, të cilat kanë hapur ambientet e tyre, shtëpitë e tyre. Sa e bukur. Ti paguan një vlerë të vogël, diku te 20-25 euro, edhe ndjek të gjithë atë procesin dhe shumë e bukur. Dhe mendoj Shumë e që bukur. edhe në Shqipëri duhet ta bëjmë se ne kemi gatime fantastike Po, tradicionale, patjetër. siç Kemi është shumë gjëra byreku për për të mësuar shembull. turizëm. Jo e vetëm, vërtet. jo vetëm, Nuk po e di ka pse nuk pafund, është kaq e po. përhapur te ne. Fal Zotit, ne kemi identitet në kulinari dhe kjo është për t'u krenuar vërtet. Edhe kemi marrë ca pjata. Okej, kjo është kemi, tjetër gjë, por edhe kemi. Ka Po i pjata bëjnë që mirë. janë, ka pjata që janë veçanërisht Një nga gjërat që shqiptare. duan më shumë turistët edhe e mburrin për Shqipërinë është ushqimi, Ushqimi. kulinaria. E pra pikërisht. Kjo qasje, sa i takon Marokut, nuk ofron thjesht shije, por një përvojë kulturore të plot, duke lejuar vizitorët të kuptojnë historinë dhe traditat e komuniteteve që vizitojnë. Kuskusi, tajin, pastilla, mruzja dhe rfisa. Rfisa. Se dia po e them mirë këtë, rfisa, janë disa nga pjatat emblematike të vendit, të cilat nuk mund të rezistoni. Rrugët gastronomike kanë tërhequr vëmendjen e shumë influencerave dhe mediave ndërkombëtare, duke e bërë Marokun një destinacion të preferuar për ata që kërkojnë një turizëm të thelluar, jo vetëm pamor. Tani kuskusin e kemi provuar. Po. Edhe Ato të bëjmë tjerat- Ato të tjerat as nuk e dim çfarë janë. Kanë emra pak latin, Tajin. sigurisht nga që janë afër Tajin ë, nëse e kërkon, Gadishull unë Iberik, hapa u bëra patjetër. shumë kurioze, është si punë gjelle, siç e kemi Tajin. ne. Tajin, po Tajin. ka edhe patate, ka edhe bizdele, A, ka pra, turli. edhe si Është një farë turli, apo jo? Nuk po. mund të jetë. Pastilla, mruzja dhe Rfisa. rfisa. Unë këtë rfisën jam kureshtar ta provoj vetëm nga emri. Ma bëj Ekspertët e rfisë. industrisë e konsiderojnë këtë si një model për të lidhur gastronominë me kulturën, duke krijuar përvoja të paharrueshme që ndikojnë direkt në ekonominë lokale. Pasi edhe çmimet janë konkurruese dhe pjatat nisin vetëm nga 2 euro. Oh, sa mirë. 2000 fair. kreacione. I çasgjë. Është vend shumë i bukur. Duhet ta mendojmë edhe ne. Maroku po. Ne me duhet ta histori. mendojmë edhe unë nuk e di, më vajti goja prapa. Në çfarë gjuhë duhet ja u them më? Po mendoja për byreku. Po ça për byreku, me jufkat ça byreku, pul. po futu aty vas pikal dhe na prind ndonjë bilet për Marok. Ja, po e bëjmë. Është Okej. super vend, super i Duhet, bukur, Marok, me duhet ngjyra vajtur, po. fantastike. Tani ka Do dhe këto vishte tregjet. Do vi patjetër. bileta, Ua, okej. Si më pyet kjo sigur do them jo, nuk vi. Tani sa të na gjejnë ata biletat. Ja. Unë po ju çoj këtu afër, po ju mbaj. Ta marrim dhe kujtimin Në vende me ku mund vete? shkojmë Do dhe vi, me do vi. makinë ose na çon bujari. Apo ke qenë në Marok? Kujtimi ka qenë Jo, kudo, s'ke qenë. mos u merr me kujtimin. Ku do na çosh Marok, Mikaela? Në Greqi. Në Greqi, Stinellada. E mban mend atë lajmin tënd Franc para, nuk e di se sa Para ditësh. 20 vjetësh. Cilin lajm më? Për atë rrugën e shenjtë që kishin krijuar murgeshat. Jo ishte në Italinë, fakt. Në Itali, po. Bëj pelegrinazhi. Po. Pelegrinazhi, po. Po e njëjta gjë, por jo për pelegrinazh, është thjesht një rrugë e re për ecje në malin më të famshëm të Greqisë, në malin Olimp. Është hapur për turistët që duan të kombinojnë natyrën, historinë dhe mitologjinë greke. Rruga ofron panoramë të mahnitshme mbi fshatrat dhe luginat përreth, duke sjellë një përvojë të plotë të lidhur me natyrën dhe kulturën e vendit.
Vizitorët mund të ndjekin shtegun që të çon tek vendet mitologjike dhe shenjat historike, duke mësuar historinë e Zeusit dhe legjendave që lidhen me malin dhe zonat përreth tij. Autoritetet turistike greke theksojnë se kjo rrugë është projektuar për të tërhequr turistë të huaj dhe vendas, duke promovuar ecjet në natyrë dhe turizmin aktiv si një mënyrë për të shijuar bukuritë natyrore dhe kulturën e pasur. Super gjë është kjo, unë do doja ta provoja Një patjetër. kopim i vogël Për i të marketingut që i kanë Po, bërë murgeshat ande nga Italia. Patjetër, i shfrytëzojnë njerëzit këto gjëra, por veçanërisht të gjithë ata që janë të lidhur me mitologjinë, me këto përvojat shpirtërore religjioze, mund të zgjedhin një fundjavë ose jo për të shkuar në Olimp. Ishte e këndshme. Unë i pari do doja që ta bëja, sigurisht një vend me histori shumë të madhe dhe të ofron një farë paqe shpirtërore, besoj, ndjesh sikur je futur në botën mitologjike. Me të dëgjuar e kemi, po besoj Po, se do. Po shiko, është dhe një destinacion i afërt, nuk është se Patjetër, kërkon po, ndonjë mbi të gjitha. Ose mbi të gjitha. Po sepse mbi të gjitha. Është vendi i zotave, i perëndive. E ladhën ja ku e kemi. Po, zgjedh njeriu, çfarë do bëjmë këtu fundjavë, do ngjisim Olimpin, ja ngjisim. Edhe lëshohen. Imagjino tani ky Të duhen ca lideri jon, dikush jenë. lideri jon suprem që ta suprem. kanë ditën festën time të leadershipit, shkon aty në majtë të Olimpit dhe thotë jam unë Zeusi. Dhe rri Sa kështu. çdo. Jo shkon atje thot zgjo po deshe. Zgjo, po deshe. Dhe Zeusi i fapur u fe. Shumë e bukur. Po boll më është po flem gjum. Dhe e bukura do ishte që të shkoj atje në maj fare, siç thua ti Mikaela, i veshur me atë tunikën e bukur të bardhë si ato perënditë e lashta greke dhe të them Shfrenoi "Jo, imagjinatën." unë po deshe. Okej. Kjo ishte një pamje që nuk do doja ta kisha imagjinuar, por të falenderoj gjithsesi. Duhet ta thoje patjetër. Duhet ta thoja, po ty Më patjetër fal, duhet ta i thoj. harxojnë njerëzit lekët edhe për këto gjëra? Po, moj patjetër. Marrin rrugët për të bërë. Se në Turqi për shembull ti Shumë mund të kreativ. veshësh ato të sultanëve, të bësh Për foto. foto. Po, pra, e kanë zgjedhur çështje marketingu, është edhe kjo, i ka rënë lapsit ata njerëz. Çështje delirimi do thoja unë. Po vesh Pse këtë dhe nuk po e bëjmë bëjmë edhe sultan. ne, do të thënë gjithmonë ngër këtë pyetje, pse nuk e bëjmë edhe ne? Dhe ne kemi veshje shumë të bukura. Kemi filluar dhe ne. Ka ca gjëra, Veshje disa popullore. aktivitete, po. Ka disa aktivitete që po i promovojnë edhe Po, është e vërtet. Dhe shkon edhe të vishesh pjesën me etnografike Po. dhe kështu me radhë, po. Kështu që edhe ne po ecim me hapin e botës dhe të kohës, kurse ne tani do ecim me hapin e Me hapin ton. me hapin ton dhe Rikthejmë edhe një herë quizin, Po. filmin shqiptar, audion, ta dëgjojmë se nga është ky film. ta dëgjojmë. Unë s'dua ta dëgjoj, E kemi. U trëm me ty. një çik. Hajde. A? Këtë të riun me nuse. Jo, me nuse, jo me Libër byrazer. akoma. E kemi pak më vonë, okay, Mirë, okay, do ta përmendim dëgjojmë vonë. quizin gjeje ku mundësia përfituar një kupon në vlerën e 50 eurove nga Sweet Spot, cili qytet ka më shumë ura se Venecia, por askush nuk e di. 4 alternativa për ju: Parisi, Amsterdami, Hamburgu apo Praga. Ka mbi 2500 ura. Thash, një kërkim i thjeshtë mund ta bëni edhe në Google. Kështu që 068 40 63 423, njëti numër telefoni që vlen për dhënë edhe përgjigjen e saktë për quizin dedikuar filmit. Që do ta dëgjojmë tani sepse e kemi. Nëse je jo një, po 10 po të duash ti. Pse smartohesh atëre? Ose se kam punë. Hajde. Po njac, Dhjetë po njac, nuse, kështë po t'i 10, gjej po një nja. herë. Nëse ka dalë moda tani. Rehat se ka shumë punë. Ky është një film Jemi shumë të zënë me punë. Është film shumë Është i komedi. njohur. Po, është komedi. Një nga shumë e komeditë më të bukur. bukura shqiptare. Kështu që të gjithë ata që janë të vëmendshëm mund të na shkruajnë dhe ta gjejnë përgjigjen e saktë. Ne do t'i përshëndesim të gjithë beqarët me një muzikë tani. Po pse ma ato që Dëgjojmë kanë një këngë gjetur Me nuse. shamin e beqarit. Dhe rikthehemi pas Këngë pak. dedikuar. Mirëmëngjes. Dhe jemi së bashku sërish. Mirëmëngjesi 104.6 Radio Travel dhe ekrani Premium Channel. Mirëmëngjes edhe një herë. Mirëmëngjes. Sikur Dhe sot që ka dita që ne sa dalim publicitet fillojmë qeshim si të mos kishte një të Dhe nesërme. të lumtur. Kështu A duhet ka që më jetuar të bukur, Mikaela po, çdo ditë. pikërisht, memento mori, i tha, domethënë kujto atë fundin fatal dhe Shkatron çdo moment. Nuk e kuptoj pse. o zoti i madh, pikërisht për ta rivlerësuar siç duhet momentin, un them këtë gjën që mendo atë gjën fatale dhe ti Po ça thua Franc, do ta ne jetosh tani çdo kemi gjë as te shumë momenti bukur. dallavereve i Janë tash e shumë themeve shanse. ti na Shumë fut. shanse, Fran. I doj që të gjitha bëj shaka. Okej. Flasim pak për merrem me thashë Hajde me tema. bëjmë thashë Do merremi me tema. llafe. Do merremi, sepse tani është momenti Merremi. i showbizit. Kemi showbizin tani.
Kush do ta filloj i pari e para? Na Kush thoni ka ndonjë. ngjarjen më të bukur, më interesante? Unë e kam sekret. Një herë. Ti e ke sekret? Kam Mikaela? sekret të ruaj për në fund. Ne ta dim sekretin Mikaj. E di. Kush ke pra? Mirë, ta filloj unë atëherë. Po si të duash më Francë? Si të duash? Ja ku dhe në Francë. Se Franci e kishte me qejf të madh të Kam Tash e gjetur themin e një, vet. tash e them në fakt që po qarkullon rrjetë dhe bëhet fjalë për grupin legjendar muzikor The Pussycat Dolls. The Pussycat Dolls, Po, po ato janë shpërbër po janë shpërbër ato. Qikuriku Nikola. Don't you, e keni bërë. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Oh yeah, don't you? Tani, këto baby, don't you? po bën vite që janë shpërndar, dikur në 2020-ën do ribashkoheshin për të bërë një tur, po nuk e bën se Nicole u Kishin zu shumë me një nga këto pjesëtarët e grupit me atë bo, që kishte bo. themeluar hyn këtyre punëve gjyqësore, I tha sa i gjykatave. çupës J-Ho, si ka J-Ho. Edhe i tha nuk do bëhet. I tha dhe u desh të vinte 2026-ta që ato të rimendonin të një zgjishin prap. bashkim në fakt, por jo të gjitha këto vajzat, vetëm Nicole Tjetër patjetër. bërë me fëmijë. Ashley Roberts dhe Kimberly Watt e ka kjo, se unë si audias mbi emrat mirë këtyre Kimberly vajzave. White, po, okay. Por kjo vajza tjetër, Karmit Bachar, kështu duhet ta ketë kjo besoj. Lutem Ja, se mo, na mirë, ngrive kjo thjesht gjakun, kërcente. lexoj mirë ato. Kjo tani nuk Si është kishte emrin? dakord. Karmit, Pikpyetje. po besoj. Ne vetëm i kemi dëgjuar, Shiko, nuk ja na u dim kontakton emrat. nëse po ta shqiptojmë emrin gabim. Po, na thuaj. Tani kjo nuk ishte dakord, se tha si tha të bashkohen këto, tha pa mua, u bot ju tha me u bashku. ka qenë thjesht e një ne me knu pa kërcimtare, mua more. tha. Çon si ka, më donë të bashkohem. I thon leko Mikaela. Një tur i thon gjithë ato lekë, kupton tha nuk Sikur e di e kupton. Fare torçari Gjithë që. ato lekë. Mbaj tha, mend e lekë. tha ju tha nuk keni për të bot tur pa mua tha. Majeni mend tha. Unë edhe kishte postuar kjo tani për inat të këtyre, kishte postuar një video të një këngëtari që këndonte një këngë me një fjalë që s'po e them unë tani kështu. Ua, po ti kur Është the rënd. emrin asaj, thuaj edhe këtë fjalë. I'm letting go of all the bitches. Plazhet, pra. Plazhet, po. Gjitha plazhet. Po i Po lë keq dorë kjo nga plazhet. Ja u kishte Do bërë marr malet kjo Kishte Ja. dorë. bërë dis pra. dis pra dis, ja u kishte bërë do kishte bërë dis. dis ta Nicole tha mbaj mend, Ashley mbaj mend, Kimberly mbaj mend ta çado ty punojnë. Si u shenjë Dhe drama. Nicole ka gjithë ditën që thotore se ç'a duhet mbaja mend ton. Po pra, Se çfarë duhet të mbaja Në mend. fakt përgjithsisht ndodh kjo me grupet që kanë qenë shumë të suksesshme dikur dhe antarët e të cilëve janë të shumtë në numër, si më thën Pussycat Dolls ka 6 beso 6 janë ato vajza. Ka patur vetëm një lead singer, pra Po, këngëtari okay, ishte po, Nicole gjithsesi. Scherzinger dhe pjesa tjetër ishin balerina. Gjithsesi, ndodh që kur ribashkohen më vonë, nuk si thua nuk bëhen bashkë ato planet e të gjithave. Jo, nuk dhe ndodh. zgjedhin gjithsesi që një pjesë e tyre të bashkohen, një pjesë jo dhe krijohen këto konflikte E si çuditshme rasti. në Ndodh me fakt grupe që që ka mbahen të patur- gjithë me shere, Po. se dhe te One Republic e njëjta gjë ka ndodhur. Po, e çuditshme është në rastin e Pussycat Dolls sepse aty janë balerina shumica, ndryshe Po. nga Destiny Childs për shembull që Beyoncé dhe Kelly kanë patur atë konfliktin e vazhdueshëm se kush do e merrte shkëlqimin edhe kush ishte këngëtarja më e mirë, kush kishte më shumë kontrata dhe vendosin që të ndaheshin pastaj. Po në rastin e tyre është pak e çuditshme. Ndoshta spotlightin e ka dashur vetëm për veten Nicole dhe për të vazhduar karrierën e saj me Basta, bashkëpunime ka zgjedhur muzikore. vetëm këto të dyja, këto të tjera Jessica Suta dhe Melody Thornton nuk janë Je shumë mirë, je pjesë. shumë mirë, po ja di. Nuk janë Bravo, pjesë edhe Franci, këto jemi shumë krenare të për ty. të këtij turi që do bëjnë, megjithatë e kanë ndarë mendjen ato do ta bëjnë turin si me veten, si pa këto të tjerat, thon Po. ne kemi një gjë për të bërë Dhe dhe do kënga t'japim. hyrëse e turit është e shkuar e harruar, e shkuar. Jo, nuk Hedhim është kjo. pas çdo gjë që ka Mbi të ndodhur. gjitha e shkuar e haruar. Unë këto lajme kisha nga showbizi, të bëran që thashë the me vajzash edhe unë, domethënë. Po, dhe ndërkohë që Pussycat Dolls rikthehen në turin e tyre, ka dhe një rikthim që po i çmend fansat nga Që një me këngëtare zi po e presi. shumë e madhe. Cila Këngëtare e Breziton, jemi rritur në me këtë Francë, se ti je pak më i mollshëm, Rihanna. Rihanna është gati për epokën e re muzikore. Showbizi botror po zihen dhe në qendër të vëmendjes është një emër i vetëm, ai i Rihannës. Kanë kaluar rreth 10 vite në fakt që nga albumi i saj i fundit, Anti, i publikuar në vitin 2016. Që prej asaj kohe Rihanna nuk ka sjellë një album të ri në studio, duke u fokusuar në bizneset e saj dhe në jetën familjare. Megjithatë, ajo nuk ka qenë totalisht e shkëputur nga muzika. Në vitin 2022 publikoi këngën Lift Me Up për filmin Black Panther Wakanda Forever, nëse ju kujton, Lift Me Up.
Lift me up. Nuk e bëra mirë. Duke rikthyer zërin e saj në skenën ndërkombëtare. Sa i përket koncerteve, turneu i saj i fundit botror ishte Anti-World Tour në vitin 2016, ndërsa performanca e saj më e madhe dhe më e komentuar vitet e fundit ka qenë spektakli i shumë pritur në Super Bowl Halftime Show 2023, se di nëse ju kujtohet kjo pjesë. Rihanna Po shumicën e kohës Rihanna ka qenë zënë me biznesin e saj. Edhe me Kalamaj. Shumë të suksesshëm. Edhe me Kalamaj. Në 2023 shtatzanin, po. Ka qenë zënë edhe me shtatzanit e saj, me fëmijët që ka sjellë në jetë, me A$AP Rocky është partneri i saj. Tani burime pranë industrisë, flasim për sesione intensive në studio dhe për një projekt që mund të shënojë kapitullin e ri të karrierës së saj. Fansat janë në pritje prej vitesh dhe çdo lëvizje e saj në rrjetet sociale kthehet menjëherë në lajm global. Në fakt ka qenë edhe shumë pasive në rrjetet sociale, se po flisnin për këtë trendin e ri i të qenit offline, edhe ndoshta kjo e ushqen edhe më shumë kuriozitetin edhe vëmendjen në rastin e Rihanës të fansave, po dhe të njerëzve që e ndjekin. Është edhe një çështje zgjedhjesh në fund të ditës, sepse ata zgjedhin. Për të jetën personale dhe për të vazhduar punën më shumë me marketingun sa i takon biznesit të saj kryesor, por a do të vi së shpejti albumi shumë pritur, a do të ketë një turne botëror, nuk e dim ende. Unë shpresoj shumë. Flitet për një rikthim të fuqishëm të Rihanna gjithashtu, nëse na ndjek, na shkruaj kur e ke turneun. Në fakt çfarë të gjashtë jep gjithë të vogël. Po se është edhe ndryshimi orar mandej edhe. Ose edhe në gjumë, se mund të jetë edhe dark andaj, kupton? Po që Rihanën unë e kam dashur shumë në. E vërtet. E kam dashur shumë në rinin tim. E di, për fat keq, jo, nuk më tha kurrë një fjalë të mirë që unë do ta merrja si një sinjal nga ana e Rihanës. Ke një këngë të preferuar nga Rihanna? Po, kam We Found Love, në fakt e dëgjoja shpesh, rria para kompjuterit dhe shikoja sepse më pëlqente shumë edhe videoklipi ishte shumë çmendur aty Rihanna. Fantastik. Ekspresive. We found love in a hopeless place. We found ishte shumë e bukur. Dhe kishte një intro shumë të gjatë ai videoklipi, po ta mbani mend, siç thoshte një monolog të gjatë ajo për dashurinë edhe kështu me radhë dhe prandaj na ka ngoditur në qenë. Se shikonim këto, se vuanim gjëra që nuk ekzistonin, marrëdhënie që si kishim në klasë 5, kupton? Kujtat edhe duke qartë. Ka qenë shumë interesante. Rihanën e kam dashur, por jo vetëm për We Found Love, ka pasur çka ka pasur? Ka pasur atë me Eminemin. Man Down, po, ka pasur atë këngë me Eminemin, I love the way you lie. Po, shumë e bukur edhe ajo. Rude Boy, S&M, shumë gjëra. Ram pa pa Man Down. Ka patur edhe balada, po edhe këngë ritmike shumë të bukura, kështu që me zi e prezja me të them, Nikol, edhe ti nëse na ndjek ja ku i ke për kor. Nuk ti ofroj dot për kërcimtar, se kam dyshimet e mia. Po për back vocals i ketë mirë shumë. Ja. Unë po them të bëni lek më të shkoni në turnë. Po në një çantë më t'ju mbaj mandej në për turnë në një çantë. Po ju për kor jeni fantastik. Okej. Tani ju i kishit këto lajme pe bote. Po do merrem një çik me këta tanët. Jo, me Shqipërinë? Shishi, erdhi momenti më. Erdhi momenti. Me leje. Hajde. Ka gjëra interesante këtu pa njëherë. Ka më si s'ka. Kemi një ditë. Kush u nda, kush u bashkua. Kush u nda, kush u bashkua. Këta në fakt janë ndar, janë bashkuar, janë ndar, janë zënë, vazhdojnë sherret akoma. Dhe bëhet fjalë për muzikun dhe Loredanon. Këto këngët nuk i di, nuk të ndihmoj dot. Muziku para pak kohësh publikoi një album dhe një prej këngëve që bëri më shumë buj ishte një diss pika. I kalon me pika që t'i lë hapësirë imagjinatës. Është ky lajm. Megjithatë, ndryshe nga artistët e tjerë, këtë disa ja ka drejtuar vetes. Pra nuk e ka bërë kundër kolegëve artistëve të tjerë. Ka përmendur gjithë përvojat e veta personale, kritikat që ka ndaj vetes, duke përmendur gjithashtu edhe marrëdhënien me ish partneren e tij me Loredanon, me të cilën ka edhe një vajzë. Tani unë nuk mund t'i them fjalët që ka thënë për Loredanon ai se janë shumë eksplicite. Megjithatë, e dëgjova dhe unë këtë. E dëgjova? Në fakt nuk e dëgjova, po e pash që domethënë një pjesë nga teksti ishte publikuar diku dhe e lexova dhe çfarë nuk thoshte. Çfarë nuk thoshte, e vërtetë. Edhe për marrëdhënien e re të Loredanës. Që bën një mea culpa muzikë dhe unë thot do t'i këndoj vetes në këtë formë, e kupton? Ndërkohë ka reaguar dhe Loredana, e cila rrallëherë del në për intervista sepse ka fokusuar karrierën e vet në Gjermani dhe shumë rrallë shohim këtej. Dhe ka thënë, i kam duruar të gjitha maksimalisht për shkak të pikës sime të dobët që është vajza normalisht. Më bëj dëm mua, por mos i bëj dëm vajzës. Ai është në gjendje që për famën e vet, për personalitetin e vet, të haroj edhe vajzën.
ka thënë edhe shumë gjëra të tjera të cilat do dalin së shpejti, megjithatë ky është reagimi i parë i saj. Dhe ka qenë një thirrje e saj që këto gjëra të mos mbeten se pavarësisht se lajmet mund të fshihen, videot mund të fshihen, ngelen gjithmonë në rrjet dhe një ditë vajza do rritet dhe do shoh këtë skandalin e madh të mamit edhe babit të saj. Ky është çik problem në fakt kur Kur i ke vjen puna prindrit e famshëm. kur vjen puna tek fëmijët, sepse ata dikur do rriten edhe nuk i dihet asnjëherë se si mund ta përjetojnë ata kur të jenë në moshë madhore të gjithë këtë histori, këtë biografi të prindërve të tyre që në rinin e tyre kanë pasur Nuk këto besoj se gjëra. askush mund ta përjetoj mirë në çfarë do lloj moshe të lexoj diçka ku babai praktikisht ka përdorur fjalë nga më banale të mundshme për maman. Nëse je pjesë Sa një do thoja? fëmijë showbizit, Sa do mendoj thoja, që edhe po. jeta jote e tillë do të jetë ose do e bluash sepse ka ndodhur shumë herët edhe gjërat kanë shkuar në vendin e tyre ose do përfshihesh edhe ti edhe do jesh përpara kamerave, kështu që Lajm do bëhesh gjithsesi për mirë ose për keq. zgjedh kur- jetën tënde nëse do jetë private apo publike. Kishin filluar të mos merreshin më me ta, ndodhi kjo gjoja. Me patjetër është janë artistë të mëdhenj edhe vëmendja shkon tek ata, po nuk e di pse më duket sikur është frymzuar një çik nga Eminem, se këto janë gjëra të së kaluarës Nuk besoj se- së kaluarës, po çfarë na ka ngel ne për të shpikur. se si Nuk tregon besoj se ka, historinë po, vajzave po. të tij me nënën se si janë Po, rritur, po me një nëse i diferencë kuptohet të teksti. vetme. Tekstin e di përmendësh, por Eminem përshkruan historinë e tij dhe ndjesitë e tij. Eminem nuk përdor as fjalë Kurse ky fyes shan. as asgjë kundrejt familjarëve Ka të vet. mefin më të madh muzikë ndoshta, nuk e di. Ndoshta ku i diet. Por, Megjithatë, urojmë që gjërat shpresojmë që të qetësohen të edhe të qetësohen salohen. gjakrat sepse në fund të ditës është Ja, vajza se në mes. bëhet nga bota e showbizit, njerëz që ndahen, që bashkohen, grupe muzikore të famshme që Njerëz që Thjesht shahen, që bëjnë lavdërohen. ture. në botë këto lloj dramash edhe këto lloj thashë themesh gjenerojnë para edhe Po, atyre ju vjen pafund. legu mbrapsht, ndërsa tek ne më shumë duket tymnaj edhe Harxojnë fjalët para e- për t'i bërë të këto. hedhura kot, ndoshta portalet fitojnë atë vëmendjen edhe mbajnë punën e tyre gjallë ende, po më shumë dëmtohen njerëz se sa Përveç se fitojnë dëmtohen, diçka. po mendoj tek ne përdoret Edhe shumë pse edhe reklam nga të keqe nuk ka personazhe që fundja, kanë rënë në heshtje për një kohë të gjatë, duan të rikthehen Po, në për kjo është e koncerte, vërtet, në për është e aktivitete vërtet. dhe thon po bëj këtë gjën, të Nada, rikthehem në vëmendje dhe po Zakonisht filloj. ata bëhen pjesë e reality show. Por mendojnë që i kanë humbur të gjitha edhe duan vëmendje. na futet tani thekrave në një temë. E sollën në Po tani, Shqipëri, e sollën. do të Kjo është e diskutojmë. vërtet, kjo është e Ose vërtet, do po. heqim dorë nga Shqipëria, pastaj të Ja, merrem ja. vetëm me botën. Është e vërtet. Si të doni. E di çfarë do thoja unë që pash një foto shumë të bukur të Sir Lewis Hamilton me Kim Kim Kardashian, Kardashian. dukeshin shumë bukur, po më duket se ky Lewis Hamilton përveç Kimit që Ka po pas del dhe tani. Kendall. Jo, ka pasur dhe këtë, më Jo, po Kristi. Nicole Kristi patjetër, e se tëmë. është shumë e njohur. Po dhe me Rihanën ka pasur diçka, apo jo? Apo kam unë përshtypjen e Nuk e gabuar? di me Mua bet. Rihanën. Jo, nuk e ka pasur. Po thash mos i kishin futur të treja në një Se dinim që Franci episod kishte të qef sotëm. thashë temën. E pra, më Kur shumë se vjen, ç'duhet jo, më kur vjen duket. puna te Lewis Hamilton që është një nga sportistët e mi të preferuar, thash pse Ja, jo. kështu e ta- justifikon. Kështu e justifikon, nuk merrem thot, nuk merrem, nuk di Po gjëra. dua ta di më se Nice. ndikon tek performanca e tij sportive, kështu që duhet t'i di unë këto gjëra, e tham edhe radhë e Mirë, në kaluar. rregull, okay. Do përmendim edhe një herë tepruam. kuicet. E përsërisim edhe një herë kuicin, gjeje ku për ditën e sotme, në cilin qytet ka më shumë ure se Venecia, Paris, Amsterdam, Hamburg apo Prag. E heqim jo, heqim Prag nga lista. Hajde, Paris, Po shi zëre se i hoqe të dyja tani. Paris, Ishit e tëra. Amsterdam, jo, mund të jetë përgjigje saktë ajo, ku diti. Pra alternativat janë Paris, Amsterdam apo Hamburg. Cili qytet ka më shumë ure se Venecia, por askush nuk e di. 068 40 63 4 2 3. Dhe në Premium Channel. Një Instagram. quiz tjetër, filmi shqiptar. Mos e je jo një, po 10 po të duash. 10 Se 10. smartohesh atëherë. Ose se kam punë. Sho, e luajmë një herë të se shumë punë. Mos e je jo një, po 10 po të duash. Pse smartohesh atëherë? Ose se kam punë. Okej, Po mirë, kaq më sa i punë takon paçta. quizit, largohemi me një këngë dhe Do dëgjojmë, rikthehemi me po. rubrikat tona të tjera. Mirëmëngjes të gjithëve. Mirëmëngjes nga zgjohu po deshe 104.6 Radio Travel dhe Premium Channel. Ne vazhdojmë Mirëmëngjes. sepse Vazhdojmë. kemi ende rubrika shumë interesante për të diskutuar me ju deri në orën 9:30. Është fundjava përpara dhe sigurisht që të gjitha institucionet kulturore ofrojnë mundësi të shumta zgjedhjesh sa i takon shfaqjeve të ndryshme teatrore, ekspozitave dhe jo vetëm
Po e filloj unë vajza të them disa lajme nga ngjarjet kulturore Po, pse jo, patjetër. Për ata që nuk e kanë mundësinë televizin në këtë fundjavë, edhe duan të ndjekin një shfaqje kulturore, Për të janë bërë disa diçka ndryshe. nga mundësitë dhe opsionet që ofrohen. Po e filloj në fakt me dy ekspozita shumë interesante. E para është nga Henry Darger, një artist amerikan, në fakt Insider Outsider quhet, një eksperiencë ndërvepruese muzikore në realitet virtual e frymzuar nga artisti amerikan që krijoi një univers të tërë në fshehtësi. Bëhet fjalë për vitet 1973, ai nuk ja zbuloi kurr askujt punën e tij. Shkroi, pikturoi dhe kompozoi në vetmi në dhomën e tij në Chicago. Shumë ekspozitë interesante që në fakt nuk duhet u humbur. Unë i pari do shkoj ta vizitoj, sepse është një përvojë shumë interesante, interaktive që bashkon artin, muzikën dhe teknologjinë. Gjatë janarit dhe shkurtit, në fakt janari iku, e kemi gjithë shkurtin deri në fund. Edhe këto ditë në Kap France Tirana. Mos e humbisni këtë super ekspozit njerëz. E dyta fakt është Mother Nature, që është në sallën e kryeministrisë Salla Kod, hap dyert për ekspozitën ndërkombëtare Mother Nature. Një projekt artistik që sjell një dialog të fuqishëm mes artit dhe ekologjisë përmes veprave të artistëve nga vende të ndryshme të botës. Dhe në fakt është një ekspozitë që ka shëtitur shumë nëpër botë, në Baku, në Londër, në Tbilisi, në Berlin dhe i fundit është Tirana. Duhet jemi krenar që një ekspozitë si puna e Mother Nature vjen këtu, një bashkëpunim mes Kod, Idea, Heydar Aliyev Center dhe Ambasadës Republikës Azerbajxhanit në Shqipëri. E keni që në 18 shkurt, pra praktikisht para 2 ditësh, deri në 17 mars të këtij viti. Dhe përveç në Kod. artistëve të huaj, një fakt interesant për këtë ekspozitë është aty ka dhe një vepër nga kryeministri. Ashtu, Kështu që ndoshta mund të shtoj kuriozitetin tuaj për ta parë nga afër. si mund të mungonte, një është vepër artist. Kështu që këto janë Këto dy janë ekspozita ekspozitat e që tua. mos i humbisni njerëz, mos i humbisni, janë shumë interesante. Mirë, po nuk duhet të humbasin edhe një ekspozitë tjetër që lidhet me 17 shkurtin dhe edhe titullin e ka të tillë. Është organizuar me punime të zgjedhura nga stafi pedagogjik i Fakultetit të Arteve në Prishtinë dhe Fakultetit të Arteve të Bukura në Tiranë. Inaugurimi sigurisht është bërë në datë 17 shkurt, por kohëzgjatja pra do të qëndrojë e hapur deri në datë 27 shkurt. Kuratori është Gurit Çavdar Basha, pak emër i vështirë. Po, Ndërsa koordinator është Shpëtim Kërçova. Kjo ekspozitë është e Galeria Fab tek Universiteti i Arteve në Tiranë. okay. Këto ishin ekspozitat. Ekspozita të Tiranës. Po, Sepse edhe në qytete ka të tjera plot, por për të gjithë ata që Të janë duan se të kenë takon këto Për janë sa i qytetin. takon Tiranës. Po, Mirë, jemi pak edhe me teatrin, çfarë shfaqjesh do të kemi? Ka nisur nga data 19 dhe do të vijë deri në datë 22 shkurt, Djali nga Florian Zeller, regjia nga Fatos Berisha. Djali nga Florian Zeller sjell një dramë të fuqishme familjare për një adoleshent që përballet me depresionin dhe pasojat e divorcit të prindërve. Një rrëfim i dhimbshëm për dashurinë, fajsinë dhe rëndësinë e komunikimit. Interpretojnë në këtë shfaqje Jozef Shiroka, Eglet Seno, Arion Pulleja, Chris Leshi, Endri Çela dhe Viktor Zhusti, madhe Viktor Zhusti. Kjo është një mundësi për ju, ndërkohë teatr për fëmijë kemi Rosakun e shëmtuar nga data 21, pra e nesër, të shtunën dhe të dielën. Shkurti vjen me plot shfaqje argëtuese për fëmijë dhe kjo është një prej tyre kushtuar pavarësisë së Kosovës. Një buqet plot ngjyra dhe tinguj që ju pret në teatr. Po ashtu për fëmijët ka edhe një shfaqje në cirk, çuditërisht dedikuar inteligjencës artificiale. Brenda cirkut ka të qeshura që shpërthejnë pa paralajmëri, ose e bukur kjo, akrobaci që sfidojnë gravitetin. Cirku nuk është vetëm argëtim, por edhe një mësim për guximin, disiplinën, bashkëpunimin dhe besimin në vete. Në datë 21 shkurt, ora 17 do të keni edhe cirkun inteligjenca artificiale. dhe qëndrojmë pak te teatri sepse Okay. këtë fundjavë në Teatrin e Metropolit keni një shfaqje shumë interesante me titullin Exodi, regjia Jurgen Dervishi, luajnë Marius Dhrami, Gino Musolari dhe Mihal Kaçi. E keni këtë fundjavë. Në fakt Exodi është një rrëfim i fuqishëm mbi largimin, ndërgjegjen dhe peshën e zgjedhjeve njerëzore, një fragment jetësor i shkëputur nga realiteti ynë i përditshëm, i dramatizuar për të sjellë në skenë përplasjen mes shpresës dhe dëshpërimit. Boshti qendror i veprës mbetet njeriu në udhëtim, ai që largohet, ai që mbetet dhe ai që kërkon shpëtim brenda vetes. E gjeni në Teatrin e Metropolit këtë fundjavë tek Salla Bodrum në orën 19, një shfaqje për të mos u humbur edhe kjo.
Dhe sigurisht unë nuk mund të lija pa përfshirë edhe aktivitetet e teatrit, të operës dhe baletit. Këtë radhë bëhet fjalë për diçka që mund të jetë për fëmijët, por edhe për ne që jemi rritur me frymën e Disney. Është magjia e Disney në teatrin kombëtar të operës dhe baletit. Janë dy mbrëmje ku ëndrat marrin zë dhe muzika zgjon kujtimet e fëmijërisë. Magjia e Disney vjen në skenë si një përqafim mes brezash, duke sjellë meloditë që kanë shoqëruar fëmijërinë tonë dhe vazhdojnë të frymëzojnë imagjinatën e çdo moshe. Në ndiriximin e maestro Diego Basso, Orkestra Simfonike dhe Voice Art Academy krijojnë një udhëtim vokal simfonik plot dritë, fantazi, emocione të sinqerta ku çdo notë rrëfen një histori. Premiera ka qenë natën e mbrëmshme dhe sot është nata e fundit ku do të jetë kjo shfaqje. Do ikim ne si staf? Do ikim se tash? ne do i dim gjitha këngët. Fëmijë jemi ende, kështu që janë kolona zanore të gjitha kukullave që kemi parë. Po, sa e bukur, duhet të shkojmë patjetër, duhet të shkojmë. Është tepër argëtuese dhe është një aktivitet shumë i përshtatshëm për të bërë me fëmijët. Okej. Tjetër gjë kemi Mikaela, Këto një kemi, aktivitet këto kemi. tjetër. Do në gjë tjetër? Jo, unë do them këtë gjën që shumë afër premiera e re e teatrit kombëtar këtu në Tiranë që quhet Drejtësi në Nuremberg, është në regjinë e Arben Kumbaros. Pritet të dalë në fakt muajin tjetër. Jam shumë kuriozitar ta shikoj këtë shfaqje sepse e kam luajtur edhe vetë dikur para shumë vitesh në një sallën Black Box Akademisë, ka qenë në regjinë e Silvios, shoku tim atë kohë. Në fakt është edhe filmi 2025-s me Russell Crowe, po ta keni parasysh, unë nuk e kam parë ende, por është një nga ngjarjet kryesore sa i takon luftës botërore. Kështu që mos e humbisni, po vjen Cilës luftë botërore? të dytës. dytë botërore. Po. Se treta s'ka ndodhur ende. Luftës dytë botërore, mos gaboj. Po, unë që o dyshit, jo, ose besoj, luftë e ftohtë, po, the. jo, duhet të ketë qenë lufta e dytë botërore. Okej. Duhet të ketë qenë ajo. Kështu që mos e humbisni edhe këtë ngjarje që po vjen në teatrin kombëtar këtu në Tiranë. Ne ndërkohë vazhdojmë shfaqjen në Korçë, e kemi dhe javës tjetër dhe dua të them një gjë që të hënën do ta japim për pra është një shfaqje që do t'i dedikohet një institucioni në Korçë, jo, një institucioni sa i takon njerëzve me aftësi të kufizuar dhe të gjitha biletat do të shkojnë në ndihmë të tyre. I mirëpresim të gjithë në teatrin e Korçës. Mirë, ndërkohë që ti bësh gati për Barsaletën, unë përsëris edhe një herë quizin. Cili qytet ka më shumë ura se Venecia, por askush nuk e di? Parisi, Amsterdami apo Hamburgu? 068 40 63 423, por edhe Instagrami Premium Channel. Presim përgjigjet tuaja. Okej, ku mbërritëm tani? Barsaleta. Do qeshim i cik. Tek momenti i Barsaletës së ditës, qeshu i çik. Se e kishe me merak Nada, këtë barsaletën time të ditës. Po, mezi po prisja. Okej, e kam një barsalet si për të premte për ju të gjithë. Është me burr, me grua. Është me burr, është me një djalë të ri në fakt, një djalë i cili ishte i fuqishëm fizikisht, azgan, po, fiks, ishte azgan dhe dikur ai nuk po ndjehej mirë me veten e vet, kishte disa probleme shëndetësore. Shkretje. Edhe u shqetësua vërtet edhe tha dua të shkoj të bëj një vizitë sepse nuk po ndjehej mirë. Shkon tek mjeku, ai i bën një kontroll të përgjithshëm dhe i thot, të lutem, i thot, kam nevojë që të bëjmë disa analiza. Sepse ti mund të kesh këto shenjat e dukshme kështu, por duhet ta përcaktoj mirë atë sëmundjen që ti ke. Përcaktoj diagnozën. Diagnozën. Okej, tha djali, le ti bëjmë këto analizat. Shkon, i marrin gjakun, i marrin të gjitha këto gjërat e nevojshme. Ai i shqetësuar siç ishte, po priste me ankth përgjigjen e mjekut në Ada Mikaela dha çfarë kam tha. Çfarë kam tha sepse Kapi ankthi. ashtu. Çfarë kishte? Dalin përgjigjet e analizave. Edhe ai përball mjekut, duke parë në kokër të syrit. Çfarë ishte diabeta? Po, e gjete, bravo, ishte diabet, po. E pa doktori dhe i tha, dëgjoj, tha, ke diabet, i tha. Çfarë thua doktori, tha, por nuk është e mundur, i tha që unë të kem diabet. mund të ke Unë bëj diabet, palestër, i tha. Unë bëj një jetesë super të shëndetshme. Unë ha ushqime super të mira dhe bio, i tha. Po si ka mundësi, tha, që unë të kem diabet, doktori, tha, mos ma thuaj këtë gjë, i tha. Doktori, tha, të lutem, i tha. Mos u shqetëso, sepse ti je i ri ende, i tha. Dhe sa mirë që e kemi kapur në kohë që mund ta kurojmë dhe ti të mos kesh probleme më vonë kur të jesh në një moshë më të madhe. Doktori, tha, të lutem, i tha, unë si ka mundësi, tha, nga i gjeta unë këtë sëmundje, doktori, tha, sepse u shqetësua shumë. Unë jam kaq aktiv, i tha, nga i gjeta mor doktor se më vjen shumë inat. I tha doktori,
kjo i tha, nuk është një gjë që gjehet, i tha, sepse është e trashëguar, i tha, djali i dashur. Kryesisht po. Po, pra, a ke njeri, i tha, në familjen tënde që është me diabet, i tha, po mendohi djali. Tha, po, tha, kemi Xhaxhan, i tha, që është me diabet, po, ne me atë kemi 20 vjet që s'flasim, i tha, si ka mundësi që më zuri, mo, diabeti. Kjo ishte Barsaleta e sotme. Diabeti në zuri. Në Nazuri e qeshura në fakt ishte një Barsalet për njerëzit që mendojnë se nuk i zen sëmundjet kur nuk flasin me xhaxhallarët edhe me hallat me dallar. Gjysma e shqiptarëve kështu i kanë marrëdhëniet. Po pra, edhe prap Dhe fajsojnë janë të ata. shëndetshëm. Nga që s'flasin. E pra nuk flasin. Flisni, helbete bëni një telefonat se largoni ndonjë smundje nga trupi, nuk e di. Flisni me familjarë. Shërë në fis. Jo, mo, e rëndësishme është që të flisni se mund t'ju ngushëllojnë për çdo lloj halli që keni, e Për të kupton? ndihmuar s'të ndihmojnë, po. Po çon si ka, mjafton fjala e mirë na Ada. Un kam Po, nevojë të e dëgjoj atë vërtet. fjalën e mirë dhe kaq, aq më tepër për shoqërinë tonë që është e mbushur me këto plagë. Si diabeti, si diabeti. këto plagë. Se po Plagë qajnë të për rënda në plagë e shoqëri. shoqërisë. Do përsërisim edhe një herë Jo, kuicën. duam dhe një Barsalet tjetër. Po. Ishte kaq e bukur. Vërtet doni edhe Si një Barsalet? vazhdon? Ka një part 2 kjo? Mirë, jo, do t'ju themi Barsalet Episod të tjetër. dytë. Atëherë kjo është klasike, nuk e di, a e keni dëgjuar, megjithatë unë Vetëm do ta atë them. lepurin shpejt. e Adës mos na thuaj Po, ama. po, ishte Jo. një herë një lepur. Ba. Edhe merrte frymë. Edhe vdiq ai. Do themi Barsalet shumë të shkurtër, Ore shumë ti, interesante. Jo me lepurin tim. Jo me lepurin E tonë. pra, Një devolli shkon në Korçë, do blinte një makinë. Juglindje i ka të gjitha Barsaletat, po? Ë? Po. Çfarë the? Jo, asgjë. Okay. Do blinte një makinë, edhe shkon atje në Korçë dhe takon një të njohur në vet. Vata e kam darë mendem do blej një makinë, tha. I tha Thua ky. blel Po, alkukujgjet e lekat. I tha ky i njohur i vet, po çfarë makine do blesh, i tha? Po kam tërmend tha të blej një makinë shumë të mirë, i tha kështu të shpejtë, i tha do blej një Ford, tha. Ford, i tha ky, po çe ke këtë Ford që do blesh, bleo një Benz, i tha. Po se të blej Benz, i tha kjo? Po se është shumë i shpejt, i tha, në orën 6 të nisesh nga devolli ti, i tha, në 6 e çerek je në Korçë, i tha, kaq e Jo, shpejt është si re, makinë. çfarë Po. thua? Jo, mo të mbyll të mendjes, vërtet e ka, vërtet e kam, i tha ky. Okej, kalon koha, shkon një javë, shkon 2 javë, 3 javë, prap ky devolliu shkon dikur në Korçë. Me furgon. Me furgon. Në fakt me makinë, Mikaela, se kishte bler makinën ai, e takon prap këtë të njohurin e vet, e takon atje edhe i thot ky, a mo i thot, e bleve makinën, i thot, e bleva, çfarë bleva? Ford, i thot kjo. Po si o Ford, i tha, unë të thash të blej një Benz, i tha. Pse nuk e bleve Benzin? Po dëgjoj birazë si ishte puna, i tha. Më the ti mua tha që në 6 të nisesh nga devolli, në 6 të çerek arria në Korçë, tha. Po i thash të thash tha, se është makinë shumë e shpejtë. E po unë i rash lapsit, tha, edhe thash me vete, po mirë, tha, unë çfarë dua që në 6 të çerek në Korçë, unë s'kam punë që në 6 të çerek, tha, edhe bleva Ford, tha. Çfarë ta blej atë Benzin kot? Shumë e bukur. Shu edhe puna e devollinëve tanë të mençur, në fakt janë shumë të mençur si popull, unë i kam shumë qef, si popull, si popull, zonë, si rrallë. sepse ne jemi. Se i njëjti popull jemi. Do me Barsaleta kam, po i ruaj për javën Jo, tjetër. të lutem, jo, se më ra entuziazm. Se fillon merr për kot pas. Çfarë ke, bre, po çfarë ke? Ankthi bën të vetë. E bën. Kam të personazhin që s'mund të jetë i lumtur gjithkohës. Okay. Ku jemi? Ore ti na ndjek realisht apo si e ke S'ka halli? gjë. Çfarë them, çfarë the? Për personazhin tim. Franc, Do të kam një gjejmë- pyetje. Atë promon tonë e ke parë ndonjëherë? E kam parë. Janë 3 personazhe aty. Sqarojmë pastaj. Okej. Dëgjojmë muzikë dhe rikthehemi me të tjera në Zgjo po des. Sa të sqarojmë promon. U kthye me fest, me muzikë, me buzëqeshje. Ky është momenti kur unë dhe Ada dalim për Rikthyer përpara. Po. dalim për pasaportë. Jam në fillim, është ora 8 për mua. Mirëmëngjes Nada. Mirëmëngjes Mikaela. Mirë se erdhe me nesh. Hey, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Elefteri. Mirëmëngjes, Mirë se Elefteri. erdhe. Zërcia mes dhe Mikaela. E pra. Ose motrat si ameze kot. Ai, Fal. tani. Po mirë më po. Prit. Po do t'i okay. Wow. Nuk është Deklarata Mos që e bëj dole nga atë, shpirti. mos e bëj atë punë, mos e Nuk e bëj. prisnim, nuk e prisnim. Elefteri, si je? Mirë se erdhe. Si ka shkuar java për ty? Java shumë mirë, përpos ditës së sotme që qenë ka shumë zymt, shumë shi, shumë duket sikur na impakton koha. Jemi krejtësisht të varur nga dielli, të paktën ne që jetojmë në Shqipëri dhe
jemi të bekuar në fakt nga kjo dhe klima. Duke sikur bijem në depresion direkt sa ndryshon moti, në fakt. Po çuditërisht ne Sa jemi të zgjuar me ndikueshëm energji që dhe jemi. po na pëlqen shumë kjo e premtja. Ju domethënë, jo, Që unë studio bini nuk në ka depresion. dritare që të shohim se ç'a bëhet jashtë, se do na kishte ndryshuar humori. Pak po e sigurt. Vetëm të lutem afrohu tek mikrofoni, sot do të udhtojmë së bashku dhe kemi një destinacion shumë të bukur ku dielli është çdo ditë dhe nuk ka probleme të tilla si rrebeshjet e shiut, Egjipti. Një vërtet. destinacion shumë i preferuar nga shqiptarët edhe i vizituar shumë vitin e kaluar. Çfarë thon shifrat? Prej shumë vitesh tani më është sikurse ti e the një destinacion që konkuron me Shqipërinë për ditët me diell. Është një destinacion 12 mujor, për shkak sepse ka det, diell, mot të mirë dhe resorte luksoze në 12 muaj të vitit, ndërsa tek ne sot temperaturat ishin 9 gradë, po shikoja në kohë reale që në Egjipt temperaturat shënonin 25, ndërkohë nesër do të ishin 28, 29 tek kështu në vijim për gjatë javës, kështu që vazhdon plazhi. Kështu që po, është një destinacion që preferohet shumë, është një konkurrent i fuqishëm me Antalya sa i takon sezonit veror. Preferohet më së shumti nga çiftet aventuriere që nuk duan vetëm pushimet në resort, por duan të shijojnë të gjithë shumëllëshmërinë e aktiviteteve dhe bukurive që Egjipti ka. Do duhet i kërkojmë Vasit që ta bëjmë emisionin në Egjipt. Kjo është super ide. Shumë Super bukur. ide. Ta mendoj. Dhe madje do kishim edhe Lefterin që do na çonte në të gjitha ato pikat kryesore, do na Jo, shikoj, tregonte. Lefteria do detyroj të rinë te me ne, se nga që ka këtë rubrikën të premte me ne. Do thoshte unë duhet të riq këtu gjithë javën të bëjmë gati për të premten. Të punoj si freelance. Edhe kujtimi me ne. E vërtet, do të ishim edhe me ofertën e ditës, sikurse kemi qenë edhe në Antalya, tani është radha për të qenë edhe në Egjipt për të inspektuar nga afër të gjitha resortet, por ne kemi një guid në dispozicion, ne dhe të gjithë ata që zgjedhin të shkojnë me pushime në Sharm el Sheikh. Është një guid shqiptare e cila është në bashkëpunim me guidën lokale dhe bën turet në të gjitha pikat kryesore të Sharm el Sheikh. Them më shumë Sharm el Sheikh edhe pse Egjipti ndahet në dy zona, në Sharm el Sheikh dhe Hurghada. Por Sharm el Sheikh preferohet më së shumti për shkak të jo vetëm llojit të detit, jo se bën një diferencë shumë të madhe, por është pak më shumë ranor dhe preferohet më së shumti për të bërë scuba diving dhe duhet thënë që aty janë disa nga pikat më të bukura në botë për të bërë scuba diving. Goxha të kripur në fakt. Shumë të E kripur. ke Edhe provuar? Ti po, kam qenë. Keqe. Dhe kur vajtet e deti bëra Është një nga vendet më të bukura, jo, ndryshe nga plazhet tona që ta lejojnë mundësinë të notosh, është sikur po e çan deti në këmbë dhe ndihesh shumë i rënd, do duhet të dalësh edhe të shplash. Edhe një nga gjërat më të bukura është fakti që është shumë i pasur, ka shumë llojshmëri peshish edhe koralesh, po ka rregulla strikte që nuk do duhet marrësh asnjë koral nga brigjet e Hurghadës. Paktën, Kjo është besoj vërtet. e njëjta gjë edhe Po. për Sharm el Sheikh. Është e vërtet, është e vërtet. Bota e tyre në New York është fantastike dhe janë shumë strikt për ta ruajtur sepse është një nga atraksionet kryesore të turizmit. Kështu që duhet ta ruajnë njëjtë sikurse ruajnë me skepticizëm edhe zonën e piramidave apo qendrën e qytetit që në mbrëmje bëhet si një porrallë e bukur Aladini me drita të shumta dhe muzikë tipike të zonës, por edhe të performancave të ndryshme që zhvillohen thuajse çdo mbrëmje. Tani familjet përgjithsisht e kanë me një çik merak kur vjen puna tek fëmijët e tyre dhe tek argëtimi i fëmijëve. Kemi oferta, si thua, ekskluzive, speciale për fëmijët që vizitojnë, po themi, këto zona Sharm el Sheikh ose nuk e di. Patjetër. Shiko, Sharm el Sheikh ndër të tjera tani është, nëse dikur kur thonim që po shkojmë me pushime në Egjipt, ishte një duke sikur po thoje po shkojnë në fund të botës me pushime dhe Po kjo është kategorizohet njerëzit që shkonin me pushime në Egjipt sikur ishin shumë të pasur, edhe sikur edhe ishte super një luks që aventurier, sikur po bënin një çmenduri të Nuk e madhe. preknin dot të gjithë, ndërsa tani për shkak të afërsisë së fluturimit që është më pak se sa 3 orë në fluturim direkt, pra nuk ke tranzit, nuk duhet mendosh për valixhet dhe për gjithçka tjetër, është shumë komod për të udhëtuar dhe me fëmijët. Edhe resortet janë lehtësisht të dashurueshme secila prej tyre për shkak të shumëllojshmërisë së aktiviteteve. Fëmijët janë në fokus gjithmonë. Nëse fëmijët janë të lumtur, e gjithë familja është e lumtur me pushime. Ka mini klabe të ndryshme në secila në çdo resort që ndodhet atje. Mini klabe të cilat i mbajnë të zënë për gjatë gjithë ditës, por edhe në mbrëmje
janë të ndara shfaqjet me orare. Pra ka orare që shfaqjet janë të dedikuara vetëm për fëmijë, ka edhe orare të cilat janë në mbrëmje pak më vonë, të cilat pasojnë më pas edhe me festa deri në orët e para të mëngjesit, pa shqetësuar të gjithë ata që duan ta mbyllin ditën herët sepse duan të jenë nesër sërish aktiv për një ditë tjetër në plazh. Por ka një shumëllëshmëri aktivitetesh, konkursesh, si të them, lojra të ndryshme edukative, jo vetëm argëtuese, me të gjithë stafin që është në dispozicion, por edhe me komunitetin e fëmijëve që krijohet atje me njëri tjetrin, edhe pse ndoshta nuk flasin të njëjtën gjuhë, fëmijët kanë gjuhën e tyre dhe gjithmonë argëtojnë. Sa bukur është kjo, sepse kthehesh nga pushimet edhe ditën e parë të shkollës, thua isha në Egjipt, takova një vajzë ose një djalë kështu që më tregoi dhe kjo është një përvojë shumë interesante. Kurioziteti më i madh i Francit për të qenë i lumtur. Kam përshtypjen është në paketat që ofrohen për në Egjipt. A është e njëjta teori si në paketat në Turqi që fëmijët deri në një farë moshe janë falas? Se te lekët e ka të gjithën. Për fëmijë si puna jonë për shumë. Po do marr të lagjes. Po deri në sa është mosha? Është deri në 35 për fëmijët. A duhet të jenë të tuta apo mund të marrësh në një kushuri dhe të thjesht që është fëmijë? Jo, është prokurë Mikael. Të tutë edhe me dokumenta. Me dokumenta. Të tutë patjetër. Fëmijët deri në moshën 12 vjeç, po janë nuk duhet të paguajnë asgjë ekstra sepse kur e them këtë janë falas, nuk duhet të durojnë fëmijët për t'i marrë me vete në pushime kur e themi këtë që janë fëmijët falas, por nuk duhet paguajnë asgjë ekstra deri në moshën 12 vjeçare. Resortet ndoshta më në zë që këtë vit do tërheqin edhe vëmendjen e gjithëve njëjtë sikurse edhe vitin e kaluar. Të paktën kështu tregojnë shifrat e deri më tanishme të early booking janë Meraki Resort dhe rrjeti i hoteleve të Sunrise. Janë shumë resorte njëra pas tjetrës, të cilat secila prej tyre ofrojnë shumë llojshmëri apo kategorizime të pushuesve. Për ata që duan pak më shumë festa, për ata që duan pak më shumë zonë të dedikuar plazhit, për ata që duan më shumë aktivitete për fëmijët, pra edhe vetë resortet bëjnë ndarjen e tipologjive të pushuesve. Po, sepse ka dhe resorte adult only, pra që nuk ka fare fëmijë. Këzë moderne, po. Kjo është shumë e rëndësishme. Janë këto ku Kjo është për çiftet e reja që nuk duan të Meraki nuk se aplikon këtë? Po, që është vetëm për të rriturit? Jo, Meraki nuk është vetëm për të rriturit, tani më ka ndryshuar koncept, është edhe për fëmijët, por pa diskutim që për të rriturit ka një fokus edhe më të madh për shkak të festave. Atje duhet thënë që koncertet janë të shumta njëjtë sikurse edhe në Antalya ftohen DJ shumë të rëndësishëm edhe ka një program të mirë menduar për të rriturit, për të mos u mërzitur, të paktën për atë kohë që qëndrojnë në resorte, sepse në Egjipt nuk edhe shumë kohë të qëndrosh në resort dhe të duash. Sa bëjmë ne? Kur do merret vesh se cilët do jenë të ftuarit? Se për mua ky është përfitimi më i madh i pushimeve nëpër resorte. Se praktikisht duke qenë se ne do jemi zonë të premte, unë do përpiqem që të fus miq sa të mundem nga vasi që të marr informacione paraprake, por edhe nëse nuk ka festa në Egjipt ka shumë për të parë dhe për të bërë. Nada ka qenë kështu që resortet pa diskutim që ofrojnë shumë çka, por një vizitë në piramidat e famshme të Egjiptit apo një xhiro në Luminil apo scuba diving që e thash është një nga aktivitetet që nëse nuk e bën atje, atëherë ku do ta bësh? Janë pikat më të bukura të zhytjeve dhe me një asistencë që duhet thënë që është shumë e rëndësishme. Është e rëndësishme të gjesh guidën e mirë, patjetër. Mendohet si një sport, le të themi për aventurierët ose për ata që nuk e vrasin shumë mendjen dhe duan të shijojnë pushimet me të gjithë energjinë e mirë dhe të adrenalinës, por situata ndryshon kur je shumë metra në ujë dhe ke probleme me frymëmarrjen apo nëse nuk e marr trajnimin e duhur. Në Spanjë, nëse nuk ke diçka mund të ndodhe. Pak po e sigurt do mund të dalin edhe pushimet hundësh pastaj dhe do të kap ankthi edhe të mos kesh më dëshirë për të shijuar pjesën e mbetur të pushimeve. Kështu që pjesa e trajtimit është shumë e rëndësishme. Sa ditë do të ishin mjaftueshëm për të bërë të gjitha këto aktivitete, pra edhe për të shijuar resortin, qoftë në Hurghada ose në Sharm el Sheikh, po edhe për të bërë një udhëtim të shkurtër drejt Kairos. Duhet menduar që një ditë e tërë shkon për të parë piramidat. Pra, për ata që duan të bëjnë guidën e piramidave, shkon një ditë e tërë nga mëngjesi deri në mbrëmje. Për vetë faktin që është shumë vap, edhe duhet rish të presësh momentin e duhur për të kapur fotot, dhe për të shqetësuar pastaj. Ndër të tjera. Kështu që nëse një ditë do t'ja dedikonim piramidave, për ata që duan të shijojnë guidën e lumit Nil, është po ashtu një eksperiencë tjetër e cila do të marrë një pjesë të mirë të ditës për të mos thënë të gjithë ditën. Scuba diving po ashtu kërkon parë përgatitje sikurse e tham, edhe nuk është thjesht një procedurë që ti e bën për çerë kore apo 20 minuta dhe e mbarove si aktivitet dhe pastaj mund të shijosh gjithë pjesën tjetër të mbetur të ditës. Kështu që paketat 5 net apo 6 ditë apo 6 net dhe 7 ditë janë më optimale për të shijuar pushimet
mirëfilli për të shijuar edhe një festë në orët e mbrëmjes deri vonë për ta gdhir ose për të shkuar në qendrën e Sharm el Sheikh edhe për të marrë të gjithë mikpritin e tyre të ngrohtë me festat, me pije të mira, që duhet thënë dhe këto të paktën në Egjipt ka disa zona ku mund të shijojmë vërtet pije të importuara alkolike, sepse duhet thënë që jo në çdo vend mund të shijojmë alkoolin e importuar, por ka disa zona shumë të mira dhe të paktën resortet elitare apo me pesë yje janë gjithmonë duke ofruar këtë gjë, të cilët shqiptarët e duan. Eleftheria, ka Sidomos njerëz në pushime e duan me patjetër. Kjo është e vërtetë. Ka njerëz që nuk zgjedhin këto vendet tipike, shumë të njohura, ky turizëm masiv për shembull. Okej, në Sharm el Sheikh, te këto resortet, në Kairo për të parë piramidat edhe kështu me radhë. Ka njerëz që duan ca vende të pazbuluara ende, ca pika që janë, si më thon, shatra të vjetër ose zona që shqiptojmë dot as emrat. Pikërisht. Ato gjërat që Pjesa agjencia ku i gjetë këtë. unë për shembull Unë jam zona të rrezikshme Francë. Prandaj ndonjëherë Jo, domosdoshmërisht. edhe në këto vende të Për shembull, klishe, janë të unë jam njohura, njeri që ofrojnë shërbimin e duhur. Qartë. Jam një njerëz që do doja të provoja gjëra që nuk janë aq të populluara, me njerëz të njohura, masive dhe kështu me radhë. Ke shumë të drejtë, por duke menduar që pushimet janë të paktën duke menduar kohën e limituar që të gjithë ne kemi në dispozicion për të shkëputur nga rutina e punës, e jetës, sidomos ata që janë me fëmijë ndër të tjera e kanë të pamundur për të qenë 10 ditë ose 2 javë, ose janë shumë të rralla rastet e njerëzve tani më që pushojnë 2 javë njëra mbas tjetrës për të shijuar edhe zona të cilat nuk janë shumë të njohura. Ka disa zona patjetër, por është vështirë vërtet që unë t'ja u shqiptoj emrat sikurse duhet, por duke marrë në konsiderat temperaturat të cilat janë relativisht të larta në periudhën e sezonit, dhe këtu po flas për korrigushtin. Dhe duke marrë në konsiderat, me fëmijët është gati e pamundur, por ka aq shumë gjëra për të bërë, të cilat ti vendos në listën tënde to-do list ose bucket list kur ti shkon në Egjipt, saqë më besoj që 15 apo 6 ditë janë në limite të kohës për të shijuar edhe këto lloj aktivitetesh. Komunikimi është i thjeshtë me të? Mund të jetë problem gjuha? Në Jo, këto nuk vende është. që preferon Francit Për mua që e flas gjuhën e tyre nuk është problem. Pra, njohin Ka anglishtën. shërbim, as resort, as asgjë, kështu që komunikimi sigurisht është i vështirë. Po kudo Ta ku ndjesi shkoj zjarrin unë, me gur Francë. më hapen rrugët më kudo që shkoj unë. Ideja është që guida, sikurse unë e përmenda, është shqiptare, por gjithashtu është në bashkëpunim me guidën lokale në Egjipt, kështu që për çdo pyetje apo interes apo kuriozitet që Franci mund të ketë për të shkuar edhe në pikat më të fshehura të Egjiptit, Pyet atë egjiptian. merr guidën për dorë me një shkop në dorë dhe eksploroj nga fillimi në fund. Pak më herët ne sugjeruam edhe një destinacion të ri, me sa duket po bëhet trend, meqense po flasim për Afrikën, Egjiptin, Maroku. Ata së fundmi po nxisin më shumë edhe turizmin e kulinarisë. Pra ta vizitosh Marokun jo vetëm për historinë, por edhe për ushqimet e veçanta që ata kanë. Kemi ne paketa për Marokun, po e vizitojnë shqiptarët Marokun? Ne me Premium Live, emisionin e bërë sezonin e kaluar, unë kam pasur fatin të jem në disa nga vendet më të bukura të botës. Dhe nëse më pyesin cilat janë eksperiencat më të veçanta që ti ke, në top listën time është Jordania dhe tani më dihet në aq herë sa e kam thënë, dhe e dyta është Maroku. Maroku është një magji më vete, është një eksperiencë të cilën ti e shijon dhe të përpin, dhe është nga ato eksperienca të cilat ndoshta të jep shokun më të madh emocional ndonjëherë, sepse kulturor patjetër, sepse sapo mbërrin dhe pozicionohesh në Marrakesh në qendrën e qytetit, ti habitesh me një aromë të pakëndshme të kuajve, të duket shumë kaos, shumë rrëmuj, ndryshe nga Europa me cilën ne jemi mësuar ta frekuentojmë më së shumti dhe duket sikur nuk do shijosh asgjë tjetër. Por më pas kur viziton kopshtet e Majorel apo kur viziton Casablanca me oqeanin fantastik, kur shkon në Rabatin dhe të duket si një Santorini i vogël, e më pas të gjithë mikpritin e tyre që janë në dispozicionin tënd për çdo gjë që ti do, pa diskutim që Maroku nuk do shumë për ta vizituar. Po çmimet si janë atje, krahasuar me Egjiptin? Çmimet në të dyja vendet janë të lira. Okay. Pra, ndoshta pjesa që kushton më shumë është pjesa e biletave, që duke marrë në konsiderat që janë ende destinacione të largëta, edhe pse kanë linja direkte dhe tani më shmanget tranziti, përsërisht çmimet e biletave janë të larta dhe në Marok do kemi një fluturim me tranzit, pra bëhet me tranzit gjithmonë.
ose nga Milano ose nga ndonjë aeroport tjetër Nuk kemi linjë direkte. Nuk ka linjë nga Tirana. direkte me Marokun. Kështu që në momentin që fluturimet janë me tranzit, sigurisht që çmimet e biletave janë edhe më të larta, por nëse Maroku është një vend për të vizituar, patjetër që po me gërma kapitale. Një pyetje të fundit të Lefteri, sepse ne çdo të enjte këtu kemi atë rubrikën tonë që e quajmë Travel Hacks, cili është gabimi më i shpesh që bën njerëzit kur udhëtojnë dhe ç'a këshille do t'jepje ti si një njerëz që merresh me dhe i ke parasysh pak a shumë rregullat e udhëtimeve? Nuk do thoja një rregull, sesa do thoja një skepticizëm. Në rastin konkret, duke qenë se sot folëm për Egjiptin dhe fokusin e kishim atje, kemi tendencën të themi që është shumë nxehtë dhe është e papërballueshme dhe ka shumë lagështi dhe të merret fryma. Nuk është kaq e vërtet. Nuk është asgjë e jashtëzakonshme nga ajo çfarë ne përjetojmë në fakt në Tiranë ku në Tiranë është më keq. korrik dhe gusht temperaturat shkojnë në 45, ndoshta vjet, kështu që Ideja është që aty as deti nuk të freskon, sepse është ngrohtë në det, është va po ashtu dhe jashtë. po shumë ngrohtë. Po është e përballueshme. Është e përballueshme dhe duhet thënë që po flasim për resort elitare me 5 yje, që domethënë të gjithë shërbimin dhe facilitetet që ti i gjen atje nuk i gjen asnjë cep tjetër të Shqipërisë, po nuk kemi ende në ato standarde, por Egjipti tani më mban top listën për resortin me 5 yje. Po gjithsesi syze, krem dielli, në një Syze, krem dielli, shami, kapele, ngjyra të qelta, të bardha, jo të zeza, linora patjetër, kapelet nuk duhet të mungojnë në asnjë moment dhe mbi të gjitha të marrim këshillat e guidas vendase. Ata janë gjithmonë orientuesit më të mirë si për oraret për të vizituar atraksionet që ne përmendëm, si për kohën që duhet të shpenzojmë, por edhe kujdesin që duhet kemi sepse ndoshta në Kairo për ata që bëjnë udhimin e piramidave është një zonë e cila gjithmonë duhet frekuentohet me një guid apo me një shoqërues sepse nuk janë zona shumë të sigurta, ndaj më ka ndodhur mua një episod pak i çuditshëm, sepse atje ka shumë si quhen deve, që qarkullojnë edhe ti mund të bësh xhiro me to, edhe vendasi duket sikur janë shumë miqësorë dhe të ftojnë që ti hipësh edhe free fala se bëj. Deri në momentin që momentin që je aty sipër, pastaj ai ti përballesh me kërcënime. 50 euro, dhe thotë se nuk më jep para, unë nuk të zbres nga aty. Dhe ta thotë në zë këtë gjë, kështu që asnjëherë të pashoqëruar edhe vetëm në vende të tilla se pra nuk është vendi ku duhet të bëni si trima, siç e kemi si zakon ne që i dim të gjitha, i bëjmë të gjitha vetë. Mirë, se të bjerë ai tipi në ndonjë kokrisur shqiptar, po ja merr lekët ai. Po ideja është të prishën pushimet se zgjidhja ka gjithmonë, por nëse në Europë kemi të gjithë hapësirën e mundshme për të shpalosur talentin dhe për të qenë vetë në guidat, paktën për destinacione të tilla, guidat janë shumë të rëndësishme, ndaj vast paktën për këtë pjesë nuk bën asnjë kompromis, po zgjedh gjithmonë që çdo pushues të shkojë me guid. E fundit edhe e mbyllim këtu, ka nisur rezervimet për Egjiptin? Po, rezervimet kanë nisur, tani më edhe për të gjitha agjencitë hotelet janë në sistem me çmimet përkatëse. Duhet thënë që Meraki dhe Sunrise për cilat ne folëm sot janë vetëm disa nga resortet që ndodhen në sistem. Ne në vijim pa diskutim që çdo të premte do të jemi edhe me çmime konkrete, por edhe me një guid të mirë detajuar të oferta për bilete. Javën tjetër Lefteri mos hajde duar bosh. Sa javën tjetër ne do jemi me pushime falas për letra, do vi me letra. Sezoni është i gjatë Lefteri që kështu kje parasysh, ke 3 moderator që të presin si sytë e ballit. E kapëm një usti. Do propozoj ta bëjmë një emision atje. Faleminderit shumë, shihemi javën tjetër fundjavë të mbarë Lefteri. Gjithashtu. Shumë faleminderit. Okej, ne do të dëgjojmë muzikë dhe kthehemi me këto emocionet e Egjiptit. Do luajmë me top. Po, patjetër. Miqtë, zgjo, po deshe, jemi rikthyer. Jemi rikthyer me komentatorin tonë të preferuar. Po, mirëmëngjes Mantho, sepse tani do flasim për sport. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, ju të gjitha suksese në fakt. Faleminderit. Të bukur deri tani, kështu që suksese. Patjetër, Si sigurisht. të dukemi? Ju kam ndjekur, për të thënë të vërtetën, për shkak të mikes time të regjia Arnitën, që jam këtu dhe përshëndes, në fakt se ka qenë ndër kryesorët që më kanë ndihmuar në udhtimin tim televizion, kështu që Arnitën e përshëndes dhe suksese. Faleminderit shumë Antho, ne jemi gati për të folur për futboll dhe unë sigurisht dua ta nis me ato që më dhemb më shumë. Është Juventusi. Juventusi jemi dashur që tani unë nuk e di që do vinte dita që Galatasaray do mundte Juventusin dhe jo kështu 1-0, po 5-2 e para. Sa ditë e bekuar. Një lumshin këmbët. Dhe e dyta, një ekip si Bodo Glimt do mundte Interin 3-1, pavarësisht se i kemi rival të përjetshëm ne të Juventusit, po për futbollin italian ky nuk është lajm fare i mirë. Nuk e di se çfarë po ndodh. Mantho, futbolli italian. Ky Champions plot çudira, ë? Shiko, Champions në fakt është vetë nga kompeticioni që ka treguar historikisht që prodhon çudira, janë më të mëdha sidomos me ekipet e mëdha që shpesh herë surprizojnë me ekipet e vogla. Tani,
Për të prishur pak qefin tënd Francë, Juventusi nuk më bëri një surprizë ajo humbja 5-2. More, thashë do të Juventusi jot është në pikë të hallit. Juventusi jot nuk është pak mikrofonit, të lutem. Po vërtet Arnita? Që po. Juventusi yt është në pikë të hallit, kështu që faleminderit. Ajo çfarë ne pam në fushën e Galatasarayit, në fakt. Vaj pak lutem. Shumë tifoz të Juventusit thanë që edhe shpëtua me vetëm 5-2 pasi mund të pësonim edhe 6 dhe 7, kështu që Juventusi është një skuadër që këtë sezon edhe në Serie A nuk po bën mirë për të thënë vërtetën dhe ti mund ta pohosh këtë gjë. Kjo është e vërtet, po përpiqemi edhe ne, por kështu kur i vash shpresat vetëm nga një turk si Kenan Yildiz që në fakt është ylli i skuadrës dhe jo tek ekipi, duhet bëjmë blerje akoma, por më duket e çuditshme. Mbase e shesin edhe këtë. Që mos të ngrenë më ai ne ke vetëm në futbolli, bravo. Ai rinovoi kontratën motor, e kemi deri në 2030 deri në 2030, po 30, po ta akoma lufta për të. Por halli kryesor i juaj është se si do mund të ktheni Galatasarayin në ndeshjen e kthimit. Do ta bëjmë. Ti beson që mund ta kthej? Patjetër që po, nuk jam tifoz nëse nuk besoj. Patjetër që po, janë thjesht 3 gola, kështu që. Por Galatasaray është një skuadër shumë simpatike, me një Osimhen që e njeh shumë mirë futbollin italian dhe di si të përballet me Juventusin dhe me çdo skuadër italiane. Prandaj që sfida e kthimit, që është vetëm një javë pas, do të jetë shumë e vështirë për juventinët, edhe pse është detyrim për ta të fitojnë sfidën e kthimit me 3 gola, pasi me rezultatin 5-2, Juventusi duhet që minimalisht fitojë 3-0 për të shtuar, për të çuar sfidën në kohën shtesë. Po. Pasi kujtojmë që rregulli patjetër që ka shanse. Ai që është subjektiv thot po, unë them që jo. Dhe unë them që jo, dhe nëse do bëhen 3 gola, maksimumi do jetë 2-1 për Juven, sa për të thënë që ja e fituam, sa ata nuk e lënë pa e bërë një gol. Tu do jemi, do t'i merrnim mbrapsht të gjitha këto fjalë, kaq po i them. Dëshira e tifozëve, kurse për Bodo Glimt Inter, un kam një skenar më optimist, edhe pse vetë ndoshta jam pak interist, por Bodo Glimti është një skuadër norvegjeze me karakteristika që luan në një fushë sintetike, pra ndryshe nga çfarë janë mësuar skuadrat për të luajtur me bar natyral dhe luan në të ftohtin norvegjez. Bodo Glimti së fundmi bëri shumë surpriza, mposhti Manchester City në shtëpi, mposhti dhe Atletico Madridin. Dhe tashmë mposhti dhe Interin me shifra 3-1. Por, un prap shoh një skenar që në San Siro në ndeshjen e kthimit, besoj që Interi do të jetë shumë i madh për Bodo Glimtin. Dhe kjo skenë do të jetë shumë e madhe për ta për të vazhduar dhe më tej. Kështu që është vërtet, sepse në San Siro Interi është gjithmonë Interi. Interi është Inter dhe 2 gola mund t'i gjej shumë kollaj, mendojnë sidomos ndaj një skuadre modeste si Bodo Glimt që e ka sezonin debutues në UEFA Champions League. Dhe po bëj shumë mirë për idës së vërtetë. Po i trajtoni sikur janë grupi Calcetos të lagjes. Në fakt është e çuditshme, sepse është një grup shumë simpatik lojtarësh me një trajner shumë ambicioz, Bodo Glimti që ka bërë super mirë këtë sezon në Champions League, por dhe janë të dytët në kampionatin e tyre, kryeson Viking, që aktualisht kampionati për interesante. Kjo aktualisht kampionati i tyre është ndaluar, për shkak se është i ftohtë në Norvegji dhe nuk mund të luajnë atë bor. Pra ata kanë dhe luksin, në një farë mënyrë luksin që të jenë të shplodhur dhe të vinë të shplodhur në ndeshjet e Champions League-s. Ndryshe nga Inter dhe skuadrat e tjera italiane që janë në kampionat e sipër, por personalisht mendoj që Inter nuk do ta vuajë shumë ndeshjen e kthimit me Bodo Glimt. Okej, do kemi përballje këtë fundjavë? Presim. Kemi Arsenalin dhe Tottenhamin, në fakt në kampionatin anglez do jetë një super përballje gjithmonë, pavarësisht se Tottenhami këtë vit nuk është çfarë. Ti e kishe për këtë tanës. Nuk e kishe për këtë gjuhën që flasin. Atëherë, më lejoni t'ju shpjegoj çfarë donte të thoshte Nada. Me përballje nuk kupton skuadrat shqiptare, sepse herën e kaluar folën për derbin Tirana Partizani, ku unë thash që do fitonte Partizani dhe fitoi. Prandaj edhe shumë shkuqe. Hajde. Bravo. Kjo ishte rastësi, por okay, për Partizanin. Ditën e sotme në kampionatin shqiptar në orën 19 kemi përballjen Ignata Dinamo City, që janë 2 ndër 4 skuadrat e para në renditje, por që nga ana tjetër e sakt në logjik, por nga ana tjetër kanë në 6 sfidat e fundit, pra nga 2026 Dinamo nuk njeh asnjë fitore, kurse Ignata ka vetëm 1 fitore. Pra janë skuadra që edhe pse janë në top 4, le të themi përballen skuadra në krizë mes njëra tjetrës. Të dyja skuadrat do kërkojnë të paktën të gjejnë fitoren përballë njëra tjetrës ditën e sotme në Rogozhin për të kaluar krizën, pasi sa për të familiarizuar me skemën e Final Fourit të kampionatit shqiptar, në fund të 36 javëve, 4 skuadrat e para të renditura në renditje, të klasifikuara, do të kalojnë në një mini turne tjetër. Do ndeshen me njëra tjetrën. Do të përgjysmohen pikët që kanë marrë aktualisht, do ndeshen me njëra tjetrën. Dhe kjo katërshe siguron dhe pjesëmarrjen në Europë sezonin e ardhshëm. Pjesëmarrja në Europë është shumë e rëndësishme për çdo skuadër shqiptare, pasi është burimi kryesor i të ardhurave për skuadrat tona. Kështu i sigurojnë financat, po thua. Është burimi më i madh i financave. Midis Ignatias dhe Dinamos, si pritet të jetë rezultati, një parashikim? Do të jetë shumë e vështirë pasi të dyja skuadrat janë në krizë. Unë ndoshta po ta parashikoja do thosha që ndoshta Dinamo shkoa të reagojë dhe të marrë fitoren e parë në kampionat, edhe pse do të jetë shumë e vështirë, por Dinamo nuk ka më luksin nga gaboj, pasi Partizani dhe Teuta që janë pas tyre me 3 dhe 4 pikë,
po shfaqen rendiment shumë të mirë, Partizani fitoi dhe derbin, kështu që i shafruar akoma dhe më shumë të Dinamo City-t. Kështu që do t'i duhet me se s'bën Dinamos reagimi për të shpresuar për të mbajtur një vend në Final Four. Duhet thënë që në fakt është edhe një përballje midis dy teknikëve shumë interesant, siç janë profesori Ilir Daja në fakt, i cili ka qenë edhe trajneri i Skënderbeu dikur dhe ka bërë shumë mirë, dhe Idlir Tetovës, një trajner i ri me shumë ambicie. Dhe për mendimin tim janë dy nga trajnerët më të mirë shqiptar që duhet të kenë edhe hapësirë për më tej, si thua, jo vetëm në skuadrat e tyre. Konfirmojmë dhe ne. Në fakt Ilir Daja, le të themi që e ka vulosur veten e tij me sukseset që ka arritur, ka shkuar në Europa League me Skënderbeun, ka shkuar në Conference League me Ballkanin 2 herë, çoi Dinamo në City në play-offet e UEFA Conference League të sezon. Pra Daja është xhaja afirmuar që është ndër trajnerëve të mirë Shqipëri. Ndërkohë Tetova, 2 herë radhazi kampion me Egnatian, kampion në fuqi me Egnatian, është trajneri që gjithashtu është i konfirmuar si ndër më të mirët në Shqipëri, prandaj sigurisht është mbërbalje mes dy strategëve, por dy strategëve duhet theksuar që janë të pakënaqur me ushtrinë e tyre. Po pra puna është sa i përgjigjet ushtria këtyre strategëve, pa mirë. Drejtorët sportiv dhe klubet kanë bërë shitje ose jo afrimet e duhura tek skuadrat e tyre dhe kjo gjë ka nxitur në një farë mënyrë edhe një luftë të brendshme, sidomos më shumë tek Dinamo City, ku ka dhe raportime që Daja nuk është aq i kënaqur me drejtuesit dhe ka pasur dhe tensione mes tyre. Kështu që do të jenë dy teknikë që do të kenë ushtar që nuk i duan në një farë mënyrë, por që do të jenë detyruar të marrin pikët. Mantho, do të dëgjojmë një këngë tani dhe dua që kur të kthehemi të flasim një çik për një episod jo shumë të këndshëm që ka ndodhur në Benfica Real Madrid. Na duhet pak pushim edhe për Marko se foli shumë. Po, kjo është e vërtetë. Dëgjojmë një këngë të bukur dhe kthehemi në studio. The Weeknd. Kam përshtypjen kjo ishte përshëndetje nga regjia, me shëndet afër me fundjavën. Weekendin ton. Rikthehemi në studio, nuk jemi vetëm, jemi me Mantho. Emriot. Mua është një mangth për mua Emriot Mangtho, po shumë e bukur. Meqense Rallafi si është historia e Emrit. Na e trego pak. Emri i Stërgjyshit. Na ka vendosur babai im, kështu që është i Stërgjyshit. Ka një histori tjetër? Shumë i veçantë. Jo, e njëjtë pak, por kishte dëgjuar fjalë të mira për të dhe e fiksoi që do ta vendos, kështu që të bëhet dhe ky i mirë. Ta gëzosh të shkon. Ta gëzosh Mantho, ndërkohë që ne jemi gati për 45 minuta tjera spektakël këtu me Zgjohu po desheme Manthon dhe Francin dhe sigurisht në stol kemi Neadën dhe Mikaelin. Por fal, kjo Zgjohu po deshe është kështu. Po deshe më? Jo, po deshe më? Ka një ti për shembull je zgjuar. Po deshe. Si ta kesh domethënë, se mund ta dëgjosh edhe shtrir. Më pëlqen. Të pëlqen. Apo ta ndrojmë. Jo. Ora ti zgjohu edhe nesër, edhe na shih në YouTube. Çfarë ta ndjek ta? Sa e bëri shokën e YouTube-it e madhe. E bëri patjetër. Atëherë, Mantho, po flisnim pak për Benfica Real Madrid, një trajner si Jose Mourinho që ka trajnuar, më duket se ka trajnuar Arbeloan ai kur ka qenë. Po, te Reali, po. Po, te Reali me 12 i famshëm. Derte Mourinho na kishit, te ky i dyti na humbës fare. Ndodhi një episod i pakëndshëm atje që lidhem sigurisht me Vinicius Junior, ende nuk është bërë qartë se çfarë është thënë me disa tyre lojtarëve. Ska për të bërë kurrë qartë. Franc, flie mendjen sepse shkurt goca, mbasi një lojtar me ngjyrë shënoi gol në sfidën Real Madrid Benfica. Festoi me një mënyrë që ai feston disi provokative. Është një lojtar që feston me kërcime. Ki parasysh brazilianët, siç kërcejnë brazilianët. Po. Por argjentinasit i urrejnë thellë të gjëra dhe portugezët dhe kjo gjë solli tension. Dhe ishte një lojtar argjentinas i cili vendosi bluzën mbi gojë dhe i tha diçka Viniciusit. Që të mos lexoheshin bluzët, çfarë i tha. Bëjnë ata lojtarë. Sipas Viniciusit e ka thirrur majmun. Jore. Dhe për këtë arsye ndeshja u ndalua për 10 minuta, plasën debate shumë të mëdha. Ndërkohë vetë lojtari pretendon që nuk i kam thënë atë fjalë që Vinicius. Tuki. Ne ada. Po futem në gjendje. Çfarë ka ndodhur? Jo, domosdoshmërisht. Edhe Mbappé reagoi në fakt, kështu që lojtari vetë pretendon që nuk i kam thënë këtë fjalë Viniciusit, por i kam thënë diçka tjetër. Po kjo mbetet një kafshë tjetër. Por kjo mbetet më pas për të zbuluar te vetë UEFA ka hapur një hetim në lidhje me të çështje që nuk besoj që nuk do zbulohet kurrë, pasi lojtari ka mbuluar bluzën, gojën me bluzë, kështu që sipas tij thash vlla. Nëse vlla me majmun gjani thoj anglisht, më ndihmoni ju. Kjo është e vërtetë, janë tema shumë të ndjeshme dhe shumë të prekshme që kur vjen puna tek futbolli gjithmonë e nxjerrin kokën si thua, sepse shumë njerëz vendosen në mbrojtje të lojtarëve përkatës. Disa të tjerë mbrojnë lojtarë të tjerë, si për shembull Benfica, Mourinho dolën publikisht në mbështetje të lojtarit të tyre, kështu që sidomos Benfica, se Mourinho tha që duhet ta shoh prapë etj, po Benfica ndoli publikisht me video, me akuza që
është e pamundur që lojtarët e Realit në të distancë që kanë qenë ta dëgjojnë çfarë ka thënë lojtari ynë, edhe pse unë besoj që mund ta dëgjoni, kështu që po, kemi edhe një episod që ka ndodhur në Milan Como mes Allegrit dhe Fabregasit. Fabregasi ç'bëri një gjë. Atë Salesmakers se ka ai, si ka emrin? Salesmakers, bravo. Ai tipi tha do bënte rivënien arsore dhe Fabregasi tërhoqi. Allegri u tërbua. Allegri po si mund të mos tërbohej Allegri sigurisht. U tërbua, doli me karton të kuq, megjithse Franc, se ti je tifoz Juventin, po Casano ishi Milanit kur ka ndar kampion. Casano çfarë nuk thot, në fakt. Casano dëgjova çka kishte thënë së fundmi. Unë nuk ja marr më përpas çfarë thot. Çfarë tha? Casano tha që trajneri Allegri tha, njëherë që doli kampion me Milanin nuk dolin për atit, ta dolën për nesh. E morëm ne për dorë skuadrën dhe nuk bën fare çfarë thoshte ai në fush. Okej, kjo ha debat, megjithatë nuk ja hedh njëri meritat Allegrit se është një strateg shumë i mirë për mendimin tim, pavarësisht se unë jam shumë. Ku ka fituar që tha Casano Allegri? Nuk jam fans i futbollit që bën Allegri sepse bën një futboll shumë mbrojtës edhe kështu me radhë. Dhe Casano këtë tha, fituam ne, tha jo ai. Casano e çfarë nuk thotë burr tani, po s'po ja marrim të gjitha parasysh. Do të ketë Juventus si tak duke që po u sa do mërzitet që s'po ja merrni parasysh çfarë thotë. Tani meqense ju i konsumua ato bisedat djaloshare se i takon futbollit, se jeni të mirë informuar në këtë fushë, po javën tjetër edhe unë edhe Mikaela do bashkojmë forcat edhe do të flasim për volejbollin me kokë. Çfarë kemi lajme, ndoshta roz ose ngjarje ose skandale sa i takon botës së sportit? Nga tanët apo rrin te komshin tan itali? Dhe te tanët edhe te komshin. Tanët njerë. Po këta tanët janë turp në fakt, nuk është se bëhen. Kur dolën turp zhurmë? Këta tanët janë turp. Përveç Brojës që është dëmtuar dhe që Broja pothuajse dëmtohet çdo ditë, kështu që nuk kemi ç'i bëjmë. Apo mirë. Përveç Brojës është dëmtuar, përveç Muçi që po kalon një super form, por prap Silvinja nuk e merr, të tjerët janë aty në atë çfarë bëjnë. Po kjo, o zot, me këtë debat do rrim një orë gjithë nëse e vazhdojmë. Po, kjo është e vërtetë. Po mirë, shikoj, ne kemi edhe ca rubrika tjera po ti prit të kap janë dhe sqarojmë. Pse nuk e merr ti? Me dy fjali. Trajneri thotë që ore nuk e dua këtë lojtarin sepse nuk hyn në skemat e mia. Dhe të gjithë thonë po ky është lojtari më i mirë aktual i kombëtarës ton. Dakor. Por Silvinjo dhe trajneri kombëtarës kanë treguar që kombëtari ka bërë shumë mirë pa të. Se ta marr thotë kur unë bëj shumë mirë pa të. Sa më pëlqen se duket sikur ka qenë aty domethënë. Jo, po me interpretimin e 10 nga 10. Është pasionant po ti të bëj. Dgjoj. Meqense më fal. Vetëm një gjë të them, meqense ra fjala tek kombëtarja, duhet të themi që Vasi është gjithmonë në mbështetje të kombëtarës me ofertat e saj për biletat dhe për tifozët. Vlen për të përmendur kjo. Dhe shpresojmë që të shkojmë në Amerikë se mund të kemi oferta shumë të mira. Dhe na duhet edhe oferta për Polonin me 26 mars, që është sfida play-off. Me 26 mars sfida play-off Shqipëri-Poloni. Për të shpresuar, për të vjuar, për të shpresuar për një kualifikim botror që do të ishte historik. Shqipëri. Okej. Sa i takon lojrave olimpike? Doli aty ku donte të dilte. Te lojrat olimpike. Kemi një lajm interesant? Për post tani Shqipëria jo ndështoi, nuk është se bëri një gjë shumë të mirë aty olimpike, kështu që lajmi interesant është një dhe i vetmi që ta thuajmë bashkëpunim bashk. Përfundimi i shpejt i kujt? Masave mbrojtësve, po ky është, po masave mbrojtëse. Sa ishin një 10.000 copë? Ishin një 10.000 copë që dikujt binin rreth 6 për kokë. Për sportistë, mesatari që kishin. Nuk e kanë bërë thjesht pas 10.000 copë. Kanë marr furnizim? Që kishin, po kanë marr përsëri. Për 3 ditë. Megjithëse ata sportistët shuan edhe për trimëri, ndoshta mund ta kenë marrë guximin edhe pa pritur furnizimin. Po gjithsesi, ne tani do marrim lajmin kryesor që çunat dhe gocat kishin bërë më shumë qef, ndoshta se ç'duhet, edhe pse personalisht nuk pëlqen. Prandaj dalën pa medalje. Dhe pse personalisht nuk do të bashkohesh. Jo, nuk pëlqen sepse dëgjoj, kur je sportist dhe kur shkon për të përfaqësuar shtetin tënd, duhet të rrish disa rregullave strikte dhe kjo shpërthimi në masë i këtyre mungesave të masave mbrojtëse mua më duke po ndoshta ka qenë për ata që kanë shkuar për të ndjekur lojrat olimpike. Kurse ne tani këtu në studio duhet të marrim masa mbrojtëse se regjia mund të na godas me ndonjë gjë se jemi shumë keq me kohën. Kështu që faleminderit shumë. Ne do shihemi prapë një të premte do jesh patjetër i mirëpritur për të folur se do kenë ngjarje pafund sportive. Dëgjojmë. Dëgjojmë një këngë dhe rikthehemi në studio shumë shpejt. Ne u kthyem, po mua miku kjo gjëja e kufjes po e rregulloj tani. Mirëmëngjes, sa ta rregullosh ti atë. Jemi drejt fundit, në fakt ora shënon në 9:25 minuta dhe kjo është hapësira ku ne lidhemi me Prishtinën. I themi mirëmëngjes e dita dolit dhe Radio Dukagjinit. E dita na dëgjon. O mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Po na kishe munguar. Na kishe munguar me këtë mirëmëngjesi. Me këtë super energji shumë. Edhe ju thash po na gjithsesi sot mu lidh paktën t'ju shoh ju ndëgjoj. Jemi mirë. Edhe ti po dukesh mirë Edit. Është Tirana.
Mirë fare me shinë në pak fakt. zymt. Mezi po presim që të hapet moti dhe të dali dielli, se di pse po na e bën kaq vështirë. Si është koha aty? Shqipërisë shumë i shkon dielli. Po. Nxehti era mirë o zot. Po Prishtina si zgjuar sot. Mikaela, Francë dhe Oliverda. Po. Oliverdën e kemi në po. E kemi në backstage, po në studio jemi vetëm ne të tre. Okej, vetëm Neada, Mikaela dhe Franci. Po ty po kolektiv. Apo na sheh ti apo jo? Jo, shem ty po. Po pse kështu? Ja po punon regjia që ta okej, tash po ju shoh. ta mundsoj lidhjen. Hello, jemi bërë edhe të bukur. Mirëmëngjes. Hello, Edita edhe një herë. Si është Prishtina sot? Apo bie shi andej apo është kohë më e mirë? Mirë është Prishtina, sot tash Prishtina është e ngarkuar se cili provon me kry punë të veta dhe dikush me ik Tiranë, dikush në Vlorë, dikush në Dorës, dikush në Gjen, Korç. Po shpërndahen. Po shpërndahen. A ka njerëz që vinë nga Shqipëria e dita dhe zgjedhin atë parkun andej në Gërmi për të bërë ndonjë fundjavë kështu të lezetshme? Parkun në Gërmi? Po. Ne ikim krejt prej Prishtinës në vikend. Ashtu, po. Jo, kemi shumë që shkojnë për zona turistike, qysh e thashe dhe vikendin e kalum në Rugov, në Brezovic, në zona të tjera, kanë avancuar Shqipnia, po na njohin shumë mirë vendet. Super. Pa i promovu në fare. Po, i dimi njohim se fundjava t'i kalojmë edhe aty, po e ditë gëzuar edhe muajin e shenjtë të Ramazanit, se edhe në Kosovë festohet shumë më shumë se sa në Shqipëri, se di... Po, kemi ndru edhe orari në shkollave. Shumë. Po, vërtet? Kam bërë disa lëvizje më për shtatë, nuk e di pse ka qysh kjo ide, po kjo ka ndodhur për herë të parë vendin tonë. E qartë, është rësi. Ti vet agjeron? Jo, nuk agjeroj. Nuk e ke provuar asnjëherë? Po, e kom provu, shumë herë e kom provu. Ne do t'ju themi ju agjeroni, jeni në Ramazan ju? Jo, nuk jemi, jo, po, shiko, një festë kemi të gjithë njësoj. E festojmë të gjithë. Që është doja të uroja gëzuar pavarësia e Kosovës. Nuk ishim në lidhje atë ditë. Kështu që ruajtëm urimin për të premte. Okej, mirë. Urime edhe juve, faleminderit shumë. Ka qenë shumë fest me ne, te ne, por më shumë është ka qenë fokusi asaj dite të marshi. Bile ka pas edhe shumë mysafir nga Shqipëria që kanë ardhur. Ka patur pjesëmarrje qartë. Edit, çfarë arriti ai marsh, më saktë ajo protestë për liderët e UÇK-s? Si ishte rezultati? Kemi parë edhe shumë artistë që mesazh shumë të mirë me prokuror, me gjykat, me bot, me aty në djemve atje që i kemi se me luftën tonë nuk ka politik për posdrejtësisë. E qartë. Edhe Liria ka vetëm një emër që është UÇK, po si mendon se do të shkojë? Sigurisht. Nuk e di. Shprehna të gjithë kemi vetëm një shpresë që shpejt do t'i kemi këtu në vendin tonë. A do ketë me gzuni pleçni që ata meritojnë pas gjithë sakrificës që kanë bërë. Kjo është e vërtet, a do ketë nisma të tjera, protesta të tjera, marshime të tjera për këtë kauzë shumë drejt? Siç kanë thënë jo, tash do presim për vendimin pas 3 muajve. Okej, do jemi gjithë bashkë, sy e vesh për ta pritur vendimin. Të bëftë mirë kafja Edit, se ne kemi pirë shumë herët që se desha me ju pyet diçka. Tash unë e thash në këtë premte, unë i përshëndes vetëm ata që kanë emrin lumturie, që kanë emrin shpresë, që kanë emrin festim, gëzim. Ju emra keni gëzushëm se premte. Ne kemi emrin gëzim për shembull, që është një emër shumë i përhapur këtu në Shqipëri dhe e përshëndesim. Kemi dhe bujarin. Po kemi edhe sherbete. Po edhe bujar. Bujar pra. Sherbete. Manushaqe me qenë se po vjen edhe pranvera. Janë gjithë emra shumë të bukur shqiptar. I kemi me ëmbëlsira kryesisht e ditë. Ka daife, shëndetlie, sheqertare. Mimoza, po ka të drejtë kujt. Mimoza është një emër shumë i bukur shkosë. Mimoza kemi edhe ne. I përshëndesim. Atëherë do ta mbajmë si rubrik tonën këtë Edit, gjithmonë kur të lidhemi të premte do përshëndesim njerëzit me emra shumë të bukur shqiptar. Po ne kemi edhe emra që janë të ndaluar, si për shembull Sose ose Mbarime për shembull, që tregon mbarimin, mos më bë më fëmijë se e kanë tepru. E kanë lëshuar çik dorën. Se di për ju, a keni emra të ndaluar? Po, janë të ndaluar. Nuk lejohen që ti vendosen fëmijëve. E mi regjistru në Kosovë, amoni se flaka. Do ishte shumë. Shojmë pjena se na nuk e kena me leqë këto emra mbarime.
Ju në fakt keni emra shumë bukur që unë i simpatizoj shumë. Emra të çdo emra që çdo është më ndalu. Për shembull, a më jepni kohë deri të premten? Patjetër bëj një listë dhe na i thuaj premten tjetër. Shumë bukur. Sot qëndrojmë tek gëzimi dhe lumturia, kemi fest, po vjen pranvera, kështu që jemi shumë në rregull, e di. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Sharohemi, nuk thash nuk e di a kemi, duhet mu mendu çfarë emra kemi çështu si mbarime, duhet kontrollu, po. Me po një listë, patjetër kur janë këtu. Javën tjetër më përgatitur. Mirupafshim, fundjavë të mbarë e ditë të gjithëve. Shihemi dhe dëgjohemi javën tjetër. Mirupafshim Francë. Mirupafshim Edita. Sa bukur, sa me energji që e mbyllim javën dhe të premten me Editën, është fantastike me këtë energjinë e saj edhe me batutat e saj. Por ne, sipas që të keqem bëritëm në fund të emisionit më. Ja, kështu bërim çdo ditë na. Kështu si pa të keq, se si ikën kjo ora. Ikën, por kemi ca fitues për të thënë. Kemi fitues, e luajmë edhe një herë atë klipin e filmit shqiptar, ta dëgjojmë për herë të fundit. Hajde. Nëse je një, po 10 po të duash. Pse smartohesh atëherë? Ose se kam punë. Smartohesh ti Franci. Vjetë kemi një fitues, titulli filmit Franc? Titulli filmit është Zëvendësi i grave. Zëvendësi i grave dhe fitues është Beni me numrin që mbaron me 002. Urime ke fituar një kupon në vlerën e 50 eurove nga Sweet Spot. Po ashtu kishim edhe quizin Gjeje ku. Cili qytet ka më shumë ura se Venecia, por askush nuk e di, dhe është Hamburgu, i cili numëron 2500 ura. Thjesht Venecia ka PR-in më të mirë edhe njihet në botë për këtë. Fitues është Ela me numrin që mbaron me 110. Urime, edhe ti ke fituar një kupon në vlerën e 50 eurove nga Sweet Spot. Dhe ne largohemi me përshtypjet më të mira. Ju lëm takim të hënën e ardhshme. Faleminderit shumë që na ndoqët. Radio Travel dhe Premium Channel. Ju duam. Fundjavë të bukur. Bye bye.